Mirëmbrëmës, ju flas nga studio emisionit Opinion, si çdo të hënë martë mërkur në orën 22 dhe të njëjtën në orën 21. Emisioni sotëm rikthehet sërish te vendimi i gjykatës, mos vendimi i gjykatës kushtetuese të ditës së premte, të ndarë 4-4, 8 gjykatësit e gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë nuk arritën në një përfundim për çështjen e pezullimit apo jo, pra kërkesën e bërë nga kryeministri për pezullimin apo jo të antarëve të Këshillit Ministrave nga gjykatat dhe me kërkesë të SPAK ose të gjykatë të prokurisë nga gjykatat, duke interpretuar faktin që një ministër ka imunitetin e një antarit të parlamentit, kështu që në këtë rast duhet ishte parlamenti që duhet jepte një leje paraprake. Por gjykata është ndarë 4-4 duke lënë fuqi vendimin që pezullon zëvendës kryeministrin dhe ministrin e infrastrukturës për momentin, po pa lënë të kuptohet se çfarë do ndodhë në raste tjera. Pra, a është ky vendim ose ky mos vendim, po themi, refuzim vendimi, një lloj norme në raport me rastet e tjera që mund të vinë më pas, çfarë ka ndodhur në ndarjen e gjykatës kushtetuese që nuk ka arritur të normoj. Pra një rast anomalie që realisht meritonte që të kishte një shpjegim, një normë, dhe njëkohësisht çfarë do ndodhë më pas. Sot ka reaguar dhe kryetari i Partisë Socialiste dhe kryeministri Rama, i cili ka paralajmëruar ndryshime në ligj për ta normuar, pra për ta kthyer në atë që e quan normalitet këtë gjë. Ne do jemi me 6 ftuar në studio, një lidhje drejt për drejt fillim të emisionit për sqaruar anën juridike në pjesën e parë dhe në pjesën e dytë të emisionit. Në pjesën e tretë do keni material përgatitur nga gazetarja Sibora Bitri, bëhet fjalë për Ana Kaçinari, një pianiste, vajzë e një kompozitorit të quar, Alfred Kaçinari, e cila së fundmi kishte një koncert shoqëruar nga orkestra e radio televizionit shqiptar. E ngjitur në piano, pra në skenë për të rënë pianos që në moshën 5 vjeçare, me shumë koncerte recitale, rrëfen eksperiencën e saj. Do t'jetë në pjesën e tretë. Ndërkohë, për pjesën e parë dhe dytë emisionit, kam 6 të ftuar në studio, duke nisur me Mirela Milorin, nga Euronews Albania, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Fationa Medini, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Neritan Sejamini, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Artan Hoxha, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Arbër Hitaj, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Blendi Klosi, sekretari i përgjithshëm i PS-s, mirëmbrëma, mirë se jeri kthyer. Ndërkohë, lidhe drejt për drejt do kem Ili Gërdupin, jurist. Ili, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Para se të filloj me pyetjet për ty dhe me kronikën asaj çfarë ka ndodhur me Ballukun, doja të bëja një qëndrim të shkurtër. Ditën e mërkurë do merrem në mënyrë ekskluzive me këtë çështje. Sot, Prokuria Speciale e Kosovës, pra e quajtur në kuadër të Kosovës, por ndërkombëtare, ka kërkuar 180 vjet burg për 4 drejtues lartë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, 45 vjet për secilin prej tyre. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi, Jakub Krasniqi kanë marrë sot sentencën e Prokurisë Speciale që supozohet të jetë një Prokurie e Kosovës. Do të jetë fjala e tyre, më pas do jetë vendimi i gjykatës. Por 180 vjet për 4 veta, të cilët nuk kanë kryer deri tani, nuk i është dokumentuar asnjë krim personal, nuk i është dokumentuar asnjë rast frymëzimi apo inicimi për në i krim vet, pra po themi edhe organizim krimi, po dënohen për hir të linjës komandimit për krime që janë kryer gjatë dhe pas luftës Kosovë, ku asnjëri nga ata 4 nuk ka përgjegjësi të drejtë për drejtë në këtë rast. Kjo është pretenca e përmbledhur e prokurores, lutem jep pak material nëmër 4. Nuk kërkojmë një dënim për shtapin e përgjithshëm, por për persona konkret. ZPS-ja kërkon vendim dënimi për të gjitha pikat e akuzës dhe vendosjen e një vendimi të vetëm prej 45 viteve, mbështetur në kontributet individuale të krimeve të bëra ose të kryera nga secili prej personave, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi. Këto krime janë krime lufte dhe krime kundër njerëzimit dhe janë të rënda në natyrë. Dhe këto akuza nuk e kanë humbur vlerën e tyre me kalimin e kohës. Vazhdojnë të mbeten ende shumë të rënda. Krime lufte, krime kundër njerëzimit, 4 drejtues një strukture ushtarako-politike e cila kur nuk u largua nga territori i Kosovës, kur nuk tentoi të sulmonte apo themi një strukturë tjetër, qëndroi dhe luftoi gjatë luftës Kosovës, sidomos vitet 97-99. As Hashim Thaçi, as Kadri Veseli, as Recep Selimi, as Jakub Krasniqi nuk janë autorët e vrasjes së 1432 fëmijëve që humbën jetën në fushat dhe në rrugët e qyteteve dhe fshatrave të Kosovës.
As Hashim Thaçi, as Kadri Veseli, as Recep Selimi, as Jakub Krasniqi nuk janë autor të vrasjes së mbi 20.000 shqiptarëve, rreth 7.000-8.000 prej cilëve nuk ju gjenden ende eshtrat të marrë peng dhe të masakruar gjatë luftës Kosovës. As Hashim Thaçi, as Kadri Veseli, as Recep Selimi, as Jakub Krasniqi nuk janë autor të masakrave me fëmijë, gra, të cilëve ju janë prerë kokat apo janë hedhur në kanale që ka ndodhur në Raçak dhe në Krush dhe në shumë vende tjera. Asnjëri prej këtyre të katërte nuk ka qenë protagonist politik apo ushtarak. U bën protagonist për të mbrojtur familjet e tyre, fisin e tyre, tokën e tyre, dhe në një moment të caktuar, kur Kosova kishte nevojë, ata rrezikuan jetën e tyre për të mbrojtur të ardhmen e prindërve të tyre, të fëmijëve të tyre dhe të atyre vetë. Asnjë nga shkaktarët real të krimeve në ish Jugosllavi, në Bosnjë, në Kroaci, në Kosovë, Slovenia diçka më pak, nuk ka marrë dënimet këtyre përmasave nga gjykata ndërkombëtare kriminale e Hagës. Ndërkohë që një gjykate posaçme e Kosovës ka dhënë një dënim i barabartë me dënimin me burgim të përjetshëm. Ndërkohë që ajo që është absurde, po do ta diskutoj të mërkurën, është që kjo gjykatë ka marrë vendime në bazë të ligjit mbi të cilin është krijuar. Kjo gjykatë duhet vepronte me ligjet e Jugosllavisë të vitit 1998, që i ka anashkaluar. Dënimi më i lartë i Jugosllavisë duhet shkonte 15 vjet. Duhet punonte duke pasur, deri tani nuk ka një gjykate prore që mund të kthejë vendimet e saj. Nuk lejohet falja nga asnjë autoritet i Kosovës, përfshi Presidenti i Republikës Kosovës, në rast dënimi. E drejta faljes ekziston në çdo vend të botës, edhe nëse do ishte, dhe e katërta, asnjë nga të katërt pandeurit, nëse do shpallet i pafajshëm, nuk mund të dëmshpërblehet për vitet që kalon në burg. Është një ligj që unë nuk e di në cilin vend të globit ekziston, edhe pse për fatin e keq është votuar nga 4 personat që sot po dënohen nga kjo gjykatë dhe nga Parlamenti i Kosovës. Nëse ka një rast turpi për Kosovën, rasti i turpit është eksaktësisht ky. Do rikthehem se do merrem ditën e njëjtë më gjerësisht me këtë, rikthehem sërish te çështja, më lidh pak me Gërdupin, të lutem. Gërdupi, kam disa pyetje, po doja të shija fillimisht se çfarë ka ndodhur, më jep arsyetimin, njëshin arsyetimin e gjykatës kushtetuese, arsyetimi i gjykatës kushtetuese ose mos arsyetimi, ngrije pak më sipër, të lutem. Ngrije pak më sipër. Domethënë po shkoj te qëndrimet. Sipas njërit qëndrim, gjykata në jurisprudencën e saj në lidhje me nenin 73.3 kushtetutës është shprehur se imuniteti i deputetëve nuk është privilegj personal i tyre, por qëllim kryesor i tij është mbrojtja e vetë kuvendit dhe në veçanti funksioni i duhur i tij. Në këtë kuptim, marrja e autorizimit nga kuvendi për zbatimin e masave që kufizojnë paraprakisht lirinë e deputetit synon të mbrojë veprimtarinë e vetë kuvendit. Kjo do të thotë se edhe në 103.3 kushtetutës, duke pasur parasysh se antarët e Këshillit të Ministrave gëzojnë imunitetin e deputetit, synon mbrojtjen dhe funksionimin e organit ekzekutiv, pjesë e cilit është dhe ministri. Duke referuar masës pezullimit të ushtrimit detyrës apo shërbimit publik, vlerësohet se për nga shkalla dhe intensiteti i saj, ajo prek funksionin kushtetues politik të ministrit. Prandaj balancimin e parimit kushtetues të efektivitetit të ndjekjes penale dhe stopse pushteti ekzekutiv në kuptim parimit ndarjes së balancimit të pushteteve, sipas nenit 7 kushtetues dhe për këtë mas kërkohet dhënia e autorizimit paraprak nga kuvendi. Ky është qëndrimi që shkonte në favor të Ramës. Ndërkohë qëndrimi i cili shkon në disfavor të kërkesës së qeverisë thotë, sipas qëndrimit tjetër, ngjashëm me standardin e interpretimit pranuar nga gjykata kushtetuese në rastin e regjimit të imuniteteve, i cili duhet të jetë i ngushtë i kufizuar bazuar në vullnetin e kushtetut bërësit, në reformën e vitit 2012 për zvogëlimin e imunitetit, kushtetuta në formën e saj aktuale ka parashikuar autorizim paraprak të kuvendit për masat procedurale penale të parashikuar shprehmisht në nenin 73.2 të saj. Në këtë dispozit nuk parashikohet masa ndaluese e pezullimit të ushtrimit nga detyra, sipas nenit 242 të Kodit Procedurës Penale, ndonse zbatimi i kësaj mase pamundson ushtrimin e funksioneve të ministrit dhe përpasoi ndërhyrjen dhe veprimtarinë e Këshillit të Ministrave. Në këndvështrim të parimit ndarjes së balancimit të pushteteve, çështja e shtimit dhe ndryshimit të mekanizmave balancues ku përfshihen dhe garanci të tilla i përket vlerësimit të ligjit kushtetues. Më sa më lart, gjykata kushtetuese vendosi rrëzimin e kërkesës, heqjen e masës pezullimit të caktuar me vendimin e mbledhjes gjyqtarëve datës 12/12. Ky vendim është përfundimtar dhe hyn në fuqi ditën e votimit fletoren zyrtare. Po si u ndan gjykatësit, më nxirr pak votimin, domethënë një muaj e gjysmë gjykata kushtetuese nuk arrin të marrë një vendim për një çështje që duhej normuar, sido që të ishte. Ndërkohë, pro pezullimit kanë votuar jo pro pezullimit, po themi kundër vendimit, kundër kërkesës kryeministrisë, që në këtë rast është dhe pezullimi i zëvendës kryeministres,
Ilir Toska, Marsida Gjaferlari, Asim Vokshi, Gend Ibrahimi. Kam votuar pro kërkesës Edi Ramës dhe natyrisht kundër pezullimit të zëvendës kryeministres, Fiona Papajorgji, Mariana Semini, Sander Beci, Sonila Bejtja. Pra është ndarë 4-4, gjykata kushtetuese në një moment, ndoshta nga më të rëndësishmi që duhet merrte vendim, figuroi pa vendim. Një lloj, po e quaj tredhje e sistemit drejtësisë që nuk arrin të marrë vendim, mund të kishte zgjatur, kjo nuk e di si mund zgjidhej, po ka një gjë. Situata ka mbetur ende pak e paqartë, unë do doja me gërdupin të merja, sepse Rama sot ka paralajmëruar ndryshime ligjore. Ndryshimet ligjore mund të bëheshin dhe nëse votohej 8-0, kjo nuk ka gjë, pastaj çfarë i takon vullnetit ligjbërësit është gjë tjetër. Doja ta pyesë Gërdupin për disa pika. E para, Gërdupi, ky mos veprim i gjykatës, pra mos arritje një përfundimi i gjykatës kushtetuese, e normon çështjen e pezullimit të ministrave apo jo? Që do të thotë, nëse SPAK-u kërkon jo çështjen e Ballukut, se Balluku është e pezulluar, por në rastin e një ministri tjetër pezullim, ky ministër mund ta çojë prapë në gjykatën kushtetuese apo konsiderohet që gjykata e ka dhënë vendimin për këtë çështje? Ky vendim nuk e normon çështjen në mënyrë përfundimtare, pra nuk ka një arsyetim i cili është arsyetim mazhorancë dhe detyrues. Vendimet e gjykatës kushtetuese dhe në arsyetimin e tyre kanë detyrime. Për shkak se nuk është arritur 5 vota për asnjërin nga arsyetimet, ne do konsiderojmë që asnjërin për arsyetimeve nuk është detyrues. Dhe rrjedhimisht kjo çështje ngel akoma për diskutim në momentin që do kemi një pezullim të radhës, sepse është vetëm rast në cilin mund të kërkohet përsëri nga kryeministri ose një tjetër institucion që pretendon që ka të drejtën që po i cënohet nëpërmjet këtij konflikti, dhe ta rikërkojnë në gjykatën kushtetuese të merret një interpretim që do jetë rasti interpretimi shtërues. Pra ne nuk kemi një interpretim përfundimtar të këtij rasti dhe gjykata kushtetuese mund t'i referohet një rasti të dytë nëse arrin normën 5-3 apo 5-4, se duhet jetë me 9 antar për përfundimtar. Tani kjo nuk vlen si normë, thjesht pezullon Ballukun. Po, kjo ka efekte vetëm për çështjen konkrete, sipas të cilës në momentin që nuk arrihet, nëse ne do ishim në një situatë të ndryshme, që do ishim për antikushtetueshmërinë e një ligji, për shembull që është rasti tipik i gjykatës kushtetuese, kërkohet një ligj të shpallet antikushtetues dhe do ishim në një situatë 4-4. Ligji do quajë që nuk është antikushtetues, është i vlefshëm. Dhe në këtë rast, vendimi i gjykatës së SPAK-ut që pezullonte zonjën Balluku konsiderohet i vlefshëm për efekt të ligjit. Kur hyn, por nuk është vlen si normë. Po nuk vlen si normë sepse nuk rregullon për çështjet e ardhshme, ky pretendim mund të ringrihet. Pa thënë për momentin SPAK-u ka fituar të drejtën për zonjën Balluku, por nuk është se ka fituar të drejtën që të pezullojë çdo ministër. Do jetë po përsëri çështje debati nëse do të tentohet pezullimi një tjetër ministri, antar të Këshillit të Ministrave, nëse do shkohet përsëri në kushtetuese do ketë një normë ose jo. Kur hyn në fuqi vendimi i gjykatës kushtetuese? Do duhet, normalisht gjyqtarët kanë 30 ditë, ligji organik i gjykatës kushtetuese thotë që janë 30 ditë nga data shpalljes. Data shpalljes është 6 shkurt dhe i bie që kanë diçka nga data deri në datën 7 mars për ta zbardhur dhe do duhet publikuar në fletorin zyrtare. Balluku qëndron në detyrë deri në datën 7 mars? Po, nëse do zbardhet më shpejt, po shikoj pak të vështirë që të dy grupet të jenë në gjendje që ta arsyetojnë pjesët e tyre sa më shpejt. Nëse do ishte një rast i tillë dhe do zbardhej dhe do publikohej në fletorin zyrtar, atëherë hyn në fuqi. Ndërkohë, Ballukun kjo nuk e pengon që të ndjeki shkallën tjetër, apelin po themi që e kishte pezulluar përkohësisht deri në një vendim gjykatës kushtetuese apo jo? Po, ky është eksaktësisht ikën shkaku i pezullimit, sepse gjykata e apelit vendosi vetëm për pjesën e ndalimit për dalje jashtë vendit dhe pezulloi pjesën për pezullimin e detyrës. Dhe duhet i rikthyet apeli GKK-s, që pastaj të shkojnë në bëhet rekurs në gjykatën e lartë dhe më pas kjo mund të rikthehet në gjykatën kushtetuese edhe si ankim individual i zonjës Balluku. Pra si ankim individual i zonjës Balluku mund të rikthehet në gjykatën kushtetuese, por dojnë ndoshta një vit e catë në bazë të paktën 7-8 muaj duke patur parasysh kohën e nevojshme për arsyetim. Sidomos gjykata e lartë është ajo që ka një kohë më pak më gjatë. Në momentin që Balluku pezullohet, pra hyn fuqi vendimi i gjykatës kushtetuese, Balluku pezullohet. Rama ka deklaruar që nuk do ta zëvendësoj, madje sot ka dalë një lajm, po kjo s'u takon ju, që ka dhënë dorëheqjen dhe Rama s'e ka pranuar. Kush do të jetë ministër, kush do t'i kryej funksionet e ministrit, jo kush do ketë emrin, se ministri Rama është në gjitha rastet. Askush nuk mund ta bëj, përveç ministrit, do jemi pa ministër për infrastrukturën dhe energjinë. Kush do firmosi?
Do ngelen pra në që ishte ministri jashtë. Zvënds ministri? Jo, ministri. Jo. Ministri nuk ka të drejti të transferoj zëvendës ministrit. Jo, mund të drejtojë ministri. Jo, me rast Më të falni, veçantë. nëse mund të jap një koment lidhje me këtë. Ja disa çështje për cilën mund të delegohet e drejta, po ka disa funksione të cilat janë ngushtësisht të lidhura me ministrin. Dhe janë veçantë. Udhëzimet, urdhrat, janë gjëra që mund t'i lëshojë vetëm ministri. Propozimin e VKM-ve mund ta propozojë vetëm ministri. Ka çështje të tjera pastaj të përditshmërisë, të cilat mund të delegohet. Por nëse si do i delegoj, nëse është i pezulluar si delegon do të përditej. Bëhet një delegim me afat të caktuar, kjo Po ndodh. duhet këtë objekt caktuar delegimi. Nuk besoj se do e zgjidhi problemin, sepse prapë është shumë e kufizuar delegimi. Nuk i delegohet ministri, drejta ministri nuk i delegohet zëvendës ministrit. Në disa funksione po plenë, Disa funksione, ka pasur raste bazike. kur ministrit janë drejtuar për një kohë gjatë me zëvendës ministra. Bazike kanë qenë një periudhë 3 mujore kur i rrëzoi Meta dhe PD-ja ministrat kryeministrit Nano. Ministri zhvendësohet nga ministri pati disa tjetër. probleme tjera dhe ministrat u detyruan të rrinë në detyrë deri ditën Kanë ndetur të gjithë në detyrë. deri ditën që ka ardhur ministri tjetër. Janë rrëzu ministra, por kanë ndetur detyrë Gjithsesi ministrat Rama nuk e ndalon asnjë gjë tani ta zvendësoj zonjën Ballukun. Ajo është çështja e Ramës, më flasim nga ana ligjore. Pra nga ana ligjore, ministria nëse Rama nuk pranon ta shkarkoj Ballukun ose nuk pranon dorëheqjen e saj, ne nuk kemi funksion të ministrisë. Do jemi pa titullar dhe rrjedhimisht nuk do mund të funksionojë. Edhe s'kemi zëvendës kryeministër. Dhe s'kemi zëvendës kryeministër bën vetaj se. Po, po mund të ndodhin, mund të jetë nevojshme. Pra, deri tani efektet kryesore janë këto bllokime. Ndërkohë Rama ka deklaruar sot një nisëm ligjore për të ndryshuar ligjin, sepse ai pretendon që gjykata kushtetuese bie dakord për parimin, por nuk pra që është e vë, por nuk bie dakord për interpretimin. Që do thotë, nëse Rama e bën këtë ligj, ky ligj ka fuqi pravovepruese? Nëse ndryshimi do jetë për ligjin procedurave penale, pra neni 242, në cili thotë që nuk mund të pezullohen vetëm funksionarët e zgjedhur dhe shtojmë edhe anëtarët e Këshillit të Ministrave, atëherë do jetë i zbatueshëm sepse ligji procedural zbatohet ligji i kohës, pavarësisht se çfarë ka ndodhur përpara. Atëherë zonja Balluku në momentin që do hynte në fuqi ky ndryshim i kodit procedurave penale, do ribënte një kërkesë për shuarjen e masës, sepse ka një ndrim ligjor. Po ku do e bënte shuarjen kërkesën për shuarjen e masës? Gjykatën e posaçme, po, në gjykatën e posaçme. Pra do shkon, por duhet keni parasysh që kodi procedurave penale është një ligj i posaçëm, i cili nuk mund të miratohet me procedurë të përshpejtuar. Do thotë që do ketë një kohë të gjatë përpara se sa ligji. Sa është koha e gjatë? Po e kalon të paktën 4 javë, pra nga momenti i propozimit, edhe sikur të tejkalohet konsultimi publik, të shkojë direkt në procedurë parlamentare. Sa vota ka nevojë ligji i procedurës? 84 vota. Ato i ka. Po, edhe sikur ta anashkalojmë hyrjen në fuqi, pra do të thënë miratohet, do i shkojë presidentit, do duhet dekretuar dhe do duhet më pas presidentit të shkojë fletore zyrtare të qëndrojë 15 ditë. Mund të bëhet në mënyrë të posaçme. Për çfarë duhen gjithë to nga thresa? Sepse ligji duhet jetë i njohur për të gjithë dhe rrjedhimisht nuk mund të. Po, do me thënë, ti thua që nëse ky ligj kalon, duhet shkuar prapë në gjykatë për të marrë një vendim që e bën nul vendimin paraprak. Po, dhe do dojë një kohë të konsiderueshme për të miratuar një ndryshim i kodit të procedurave penale, por në rast se do miratohet, nuk e pengon zonjën Balluku që të shkojë dhe të kërkojë ndryshimin e heqjen shuarjen e masës. Ndërkohë, të gjitha këto gjëra vlejnë vetëm për faktin nëse zonja Balluku mund të qëndrojë në zyrë apo jo, sepse hetimin ndaj saj mund të vazhdojë nga SPAK-u dhe mund të ketë dhe hetime tjera në bazë të asaj që merr SPAK-u parasysh apo jo. Patjetër, me sa diun, për rastin në cilin është kërkuar masa e pezullimit, është një rast në cilin zonja Balluku është marrë paraprakisht të pandehur, çfarë ndodh në momentin që ti ke përfunduar hetimet. Teorikisht çështja duhet të ketë shkuar në gjykatën e posaçme, kërkesa e dërgimit për gjykim duhet të ketë shkuar që besoj në muajin nëntor ose dhjetor, sepse jo janë afate procedurale, por nuk kemi parë ose të paktën publikisht zhvillimin e një seance në lidhje me dërgimin e kërkesës për gjykim. Kam në fakt një qartësim, sepse te çështja e pezullimit dhe u diskutua këtu në qoftë se kjo është një masë unifikuese ose jo vendimi i gjykatës kushtetuese dhe ajo është ndarë 4-4. Por gjithsesi, në këto momente, në qoftë se SPAK-u merr përsipër të shkojë dhe të kërkojë edhe pezullimin e një tjetër ministri, unë mendoj që mund ta bëj këtë, sepse gjykata kushtetuese tregon që nuk e frenon dot. Kështu që në këto momente që ne po flasim, ligjërisht dhe logjikisht SPAK-u është i lirë që të shkojë te çdo ministër, madje edhe te kryeministri dhe të kërkojë pezullim. Dhe ndërkaq, gjykata kushtetuese nuk mundet ta
ndaloj. Dhe me këtë lloj konfigurimi, domethënë kjo situatë mund të ndryshojë vetëm në momentin që nëse mund të ketë atë që folëm ndryshime në kodin e procedurës penale, apo nëse mund të kemi një konfigurim tjetër me 9 anëtarë të gjykatës kushtetuese dhe ata mund të japin një tjetër vendim. Por në këto momente që ne po flasim, SPAK-u është i lirë të shkojë tek kushdo ministër tjetër dhe tek kryeministri, dhe të arsyetimi i zonjës Mejdini është i saktë, mund ta bëj, por në të njëjtën kohë çështja mund të rishkojë në gjykatën kushtetuese dhe të rikërkohet interpretimi i normës edhe mund të kishim. Po se është me këtë konfigurim gjykata kushtetuese, ky do jetë vendimi për zërin e zyrtarit. Nuk kemi bezë gjykatës kushtetuese se ruan 4-4. Vedemi te pjesa. Gërdubi, keni një pyetje vetëm shpejt që të se kam vetëm çështje juridike se ky është debat politik. A ka shkelje të drejtave kur gjykata kushtetuese nuk jep një vendim, pra është remi? A ka një shkelje sepse ka një rast në Strasburg? Apo jo? Jo se dua ta dëgjoj nga eksperti. Ka një shkelje ndaj të drejtave të atij që kërkon. Ndajmë një gjë. Kjo ndarje apo jo? Kushtetuese ka marrë një vendim. Është dua ta dëgjoj informim, ndarja 4-4 është vendim vetë. Është vendim, ka marrë një vendim dhe thotë. Po them, do duhet të ishte me majorancë apo jo? A mund të sqarojmë gjë? Po ka rrëzuar kryeministri. Dëgjoj, ajo vlen, se e tha Gërdubi, ajo vlen vetëm për normimin e çështjes, për çështjen konkrete ka marrë vendim. Pra, edhe një herë, do të hequr ideja që nuk ka marrë vendim. Gjykata kushtetuese ka marrë një vendim. Për çështjen fjalë. Po për çështjen fjalë. Jo për parimin. Nuk ka rëndësi se tani po merrem me doktrinën, me kushtetutën, merrem problemi konkret. Pra për çështjen për cilën gjykata kushtetuese. Ti them Gërdubi. Gërdubi, faleminderit atëherë. Që tani lutem ta sqaroj këtë pjesën. Ja vetëm që mos mbajmë Ilin. Gërdubi, faleminderit. Faleminderit për ftesën. Vetëm një sekondë mbarova. Pra, që ta sqaroj. Gjykata kushtetuese ka vendosur të rrëzojë kërkesën e kryeministrit dhe të lërë në fuqi pezullimin e zonjës Balluku nga posti i ministrit dhe zëvendës kryeministres. Po. Pastaj, a ka krijuar precedent që mund përdoret ka fuqinë e ligjit gjykata kushtetuese se ka bërë, por kjo nuk ka rëndësi. Jo se flasim për çështjen e tanishme duhet hequr koncepti që është përhapur në publik ose ideja që gjykata kushtetuese ka vendosur. Ka vendosur. Jo, vendim thotë aty. Ka vendosur. Ka gjykata ka marrë një vendim i cili ai hyn shtetore zyrtare, patjetër. Mbaroj. Kështu që ta lëm këtë gjën e para dhe e dyta mbarova. Se po i biem qafë gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese nuk është bërë për të funksionuar me 8 anëtar. Gjykata kushtetuese. Ja, ku e kem fal. Po. Për sa më lart gjykata kushtetuese vendosi rrëzimin e kërkesës. Mbaroj. Heqjen e pezullimit, ky vendim hyn. Kjo është e para, ta sqaroj publikisht, ka vendosur. 1. E dyta, të gjithë diskutimet kundër gjykatës kushtetuese janë skandaloze për një arsye të thjeshtë. Gjykata kushtetuese nuk është bërë për të qenë me 8 anëtar, është bërë për të qenë me 9 anëtar. Dhe po të kishte 9 anëtar nuk ka asnjë mundësi të barazim. Tani pyetja është, pse shumica dhe Partia Socialiste nuk e ka zgjedhur anëtarin e gjykatës kushtetuese që mungon për një vit e gjysmë? Dhe këtë përgjegjësi ka zoti Rama, që akuzon gjykatën. Zonja Elsa Toska ka dhënë dorëheqje në shtator të vitit 2024. Dhe majoranca ka një vit e gjysmë që nuk e mëron vendin bosh. Prandaj zoti Rama edhe zoti Krosi me gjithë profesorit na thot, pse nuk e plotson vendin gjykatës kushtetuese? Që ne të mos jemi në këtë situatë. Pra shkaktari kryesor, edhe një herë, shkaktari kryesor i kësaj situate, të jetë qartë për gjithë publikun, është zoti kryeministër dhe shumica socialiste që e kanë lënë gjykatën kushtetuese të pa plot dhe prandaj sot diskutojnë jo 4, jo s'mori vendim, jo nuk kanë fuqi, jo nuk din. Kjo histori ka shumë drejt në Eritane që jetë nga i degën tjetër. Jo, kjo është dega e vetë. Jo, dakord, pra dega që do ti. Ajo që duhet të thonë është që gjykata kushtetuese nuk është thirrur për të marrë një vendim penal, apo një vendim për është marrë për të bërë një interpretim cili nuk ka arritur ta realizonte. Për arsye të shumta, një nga të cilat është kjo moszgjedhja e anëtarit 9, por ama ajo që thotë gjykata kushtetuese në parim mbron ato që thotë Edi Rama. Pra gjykata kushtetuese në të dyja qendrimet, parimin e mbron dhe ai që është problemi i degës që ti e kapur është që i lidh gjërat rastin e zëvendës kryeministres me rastin e kërkesës kryeministrit i bën bashkë. Ndërkohë që këtu nuk janë bashkë. Këtu ishte nga rasti i zëvendës kryeministres dhe ministrës transportit, pra që gjykata e posaçme kërkoi pezullimin, u ngrit ky shqetësim, a është kushtetues ose jo kushtetues. Pra vendimi i gjykatës nuk i lidh të dyja bashkë. Rrëzon, një sekond. Rrëzon kërkesën e kryeministrit sepse nuk marrin dot vendim, po jo se rrëzon me votë. Plus 1, nuk bën dot një interpretim të fundit nëse ajo është e drejtë ose jo, megjithëse po ta lexosh, kuptohet qartë që parimi qëndron, dhe e dyta heq pezullimin e pezullimit. Pra pezullimi është në fuqi. Ajo që është shqetësim, është ajo që thanë kolegët tu që tha dhe kolegja.
Pra, a mundet Spaku t'i drejtohet pyeti juristin një antari tjetër kabinet qeveritar? Dhe përgjigja ishte po. Pa a mundet prokurori i rrethit X t'i drejtohet gjykatës rrethit X dhe të kërkoj pezullimin e presidentit Republikës? Përgjigja është pra po. A mundet gjykati i rrethit Y të marrë një vendim kundër kryeministrit? Pa dëshim mund marri pra. Pezullimi, nuk ka debati për pezullimin, është debat tjetër mbi rastin konkret. Flasim për dyja, për atë çfarë flasim për pezullimin. Pra, pezullimi, a është, dhe kërkesa kryeministit është, a është kushtetuese, a është e mbështetur në, ose legjislacionin përkatës, a është kushtetues që një titullar i kabinetit qeveritar, po kështu edhe presidenti Republikës, pra të zgjedhurit nga parlamenti, të cilët nuk kanë një funksion të delegueshëm. Pra nuk mund të presidentit ja delegoj një njeriu të kabinetit të vetë. Klosi, po e kanë mbrojtjen për të ushtruar detyrën e tyre dhe për të thënë fjalën e tyre. Jo kur akuzohen për korrupsion. Jo, një sekond. Ky është besed. U shpjegove. Pra një sekond. E qartë, e the shumë qartë. Ta ndajnë në dy akuza ke mbrojtje që mos të prekin se ke bindjen tënde, se thua fjalën tënde. S'ke mbrojtje, unë bie dhe s'm kam ndonë se kam imunitet. Jo, një sekond. Pra ne nuk flasim për hetimin. Pra mbrojt politikani apo mbrojt hajduti? Me parimin. Nuk po them rasti konkret, po po them. Pra flasim për dy gjëra tjera. Flasim për parimin, a mund të pezullohet një titullar, imunitetin vetvete, cili është parimi imunitetit. Kjo është beseda tjetër pra. A mund të pezullohet një titullar? Këtë duhet jep dhe gjykata kushtetuese. Po e thamo, e kuptua. A mund të jepi të drejtë, o Blendi, jepi të drejtë, më ke drejtë thuaj. Prokurori, ke të drejtë, mund ke të drejti. Bashku me të drejti. Tani mund të themi pezullohet një titullar. Në parim jo, sepse është e vështirë. Se nesër prokurori ndron gjithë qeverinë. Po pra, po, kjo. Vjen pezullon 7 ministra se kanë marrë vendim. Të gjithë që jemi këtu. Dhe të gjithë paktën tani jemi të qartë që nuk mund ndodhi. Jo, se dim këtë tani se s'dha vendim gjykata. Se gjykata nuk e dha. Po dakord, por në parim bijem dakord që një gjykatës i nivelit lartë, një gjykatës i nivelit bazë. A mundet... Klosi sepse atë e ka... Po sepse zyrtarët e lartë i heton Spaku. Kjo është pak sa populizm. Të thua që një gjyqtar i gjykatës Flit, po rëzon kryeministrin e Flit. Po çfarë ndryshimi kanë këto gjyqtarë? Se mo, një gjyqtar të Bashkuar të Amerikës si blokon dekretin presidencial. Jo, një sekund. Jo, po kjo është gjithë problemi. Ky është gjithë problemi që duke e veshur me këtë situatë tani mos na bëj diskutimin ju doni të pezullon, ju doni të mbuloni një histori që nuk mbuloj dot. Klosi imunitetin ti e ke për të mbrojtur fjalën tënde apo të mbrojt nëse vjen. Jo imunitet, po s'po flasim për imunitet. Po thosh pra nuk është kërkesa për është kërkesa për pezullim. Po pezullimi pezullim nga funksioni. Jo, një minutë tani. Po flasim për pezullim nga funksioni. Një minutë. Pezullimi nga funksioni. Pse mendoni që s'duhet jepet sepse ke atributet e deputetit. Po, jo. Po tjetër më, ke imunitetin e deputetit. Jo, këtu gatrohet. Pra, nuk mund t'jepet pezullimi një drejtuesi institucioni, sepse ajo detyra ati drejtuesi i është dhënë nga parlamenti, i është dhënë... Jo, sepse ti... Ndërkohë që, pyetja jute, po t'ishte ndryshe, unë do të përgjigja ndryshe. Pra, a mund të hetohet dhe të dënohet një ministër, një president, një titular? Pa tjetër. Pra, po të flasim për hetimin, po të flasim për imunitetin mbi hetim, mbi gjykim, ne këto e kemi hequr që nga 2012-a, të gjithë mund të hetohet. Po dole i fashëm... Po në rrasë e prokuroria e posaçme ose e posaçme të vjen me fakte që mendon që kërcënohet hetimi dhe dëshmitarët? Pa tjetër. Dhe qofse këto i vërtetojnë, dhe mbi këto vërtetuan ata. Për një sekond, po masa e dakord, po pse i kemi ne këto, pse i kemi këto nivelet e mbrojtjes? Për lirinë, po pse i kemi këto? Edhe për lirinë s'po i përdorim. Njeriu të marrë vendime. Ministri të marrë vendime. Jo, mund ta ndërpresim të kryetari i kontrollit lartë të shtetit, a mund të pezullohet dot në qoftë se prokurori shqetësuar për doktrinën. Zoti Rama dhe zoti Klosi janë shqetësuar për doktrinën. Doktrinën po ta jap ty. Po ta jap ty doktrinën. Baje pra këtë drejt. Pra, nga pikpamja doktrinare ke shumë drejt. E mbyllim të gjë drejt. Gjëja konkrete. Ke të drejtë. Tani kemi çështje të caktuar. Çështja që ne po flasim për çështjen tjetër, dakord jam. Çështja që ne po flasim këtu, që ju mjeshtërisht çuat në çështje kushtetuese gjithë të periudhë, është çështje e thjeshtë. Po jo mos merrem me të thjeshtë, ti merrem me të përbërën. Mirë, okay.
Unë keni ka qkoj që thoni meri me gjëja thjeshta, jo me lafet të mëdha tani, kur vjen të thjeshta thoni këthejme të mëdha. Po ma dhe do drejt në parimit, thuj qa dush fos të nga mra. Ti e doktrinar, bashkë me zoti Rama, e qani doktrinën. Jo, mos të fut e kjo pjesa personale, unë bëjt e tyrën time. Doktrin pra ke bërë doktrinari, pra ti flet me ligjin. Përpijem ta bëjt sa më mirë dhe tyrën time. Tani unë po flas diçka tjetër. Ti është shumë doktrinarë se unë, ke qënë gjithë tjetër. Dakor, çështja është e tillë. Ka pasur një kërkesë nga Spaku për të hequr nga detyra zonjën Balluku, e cila akuzohet. Jo për ta hequr nga detyra, për ta pezulluar. Po folë mirë, për ta pezulluar. Qëndron doktrinë. Patjetër. Për ta pezulluar zonjën Balluku nga detyra. Për shkak se akuzohet që me veprimet e veta ka ndërhyrë në tendera publik, në një 7-8 tendera, shumë atë cilave arrin gati 1 miliard euro, dhe ka favorizuar dhe ka paracaktuar fituesit të tenderave. Në funksionin e kësaj, si ministre. Ky vendim i Spakut ka vajtur në gjykat, gjykata ka miratuar dhe e ka nxjerrë. Dhe pastaj kemi vajtur nga kështuese. Gjithashtu tani thotë që po mund të qëndrojë pezulimi. Çështja thelbësore është kjo gjë. A duhet hetuar zonja Balluku duke mos qenë ministre që t'i hiqet mundësia që të marrë vendime për tenderat apo jo? Për këtë nuk ka asnjë pengesë. Si e për këtë ti? Nuk ka asnjë pengesë. Duhet të qëndroj, kam një pyetje politike për ty. Duhet të qëndroj ministre zonja Balluku. Nuk është, jo një sekondë. Ta bëj pyetjen, ta formulojmë pyetjen. Zonja Balluku akuzohet që në mënyrë të përsëritur, me varcat e vet, ka paracaktuar tendera në shumën, ka paracaktuar fituesit, duke shkelur procedurat, duke anulluar thot Spaku, që bëhet fjalë për 1 miliard euro. Pyetja ime për ty është, një funksionar i tillë me këto akuza kaq serioze, duhet vazhdoj të japi tendera apo jo? Kaq. Pra, në radhë parë nuk kemi një akuzë për korrupsion. Është akuzuar. Në radhë parë nuk kemi një akuzë për korrupsion. Nuk është korrupsion, ta them unë çfarë. Jo korrupsion. Akuzohet që ka manipuluar tendrat, i hapi, mbyll, ja jep kujdo ajo. Neri tan. Pra, ajo që është e vërteta, se këtu s'ka rëndësi shumë opinioni im, është si është e vërteta. Si politikan pa tjetër që ka, sepse politika ka dhe një standard etik. Pra u bëtë si politikan, si e këti standardin? Përgjina, të japësh vetë, ti më të japësh ti. Ti nuk nëzefëshën për debatë, ti vjen për Ermolla dhe thu se erdush. Do të gjosh mendimin tim apo do mendimin tim? Dhe të bindemi. Po unë as nuk dyshoj që ti mund të bindesh, si është mendimi jot politik. As nuk lodh, as nuk përpiqem që ti të bindesh. Mendimi jot politik. Bindet opinionin, pra. Nga dita e parë që ne hymë në zyrat e, ose ata që hymë për zyrat e institucionit, e din që janë objekti e timit. Dhe për çdo vendim që merr ti hetohesh nga drejtoria kontrollit brendshëm, hetohesh nga drejtoritë e antikorrupsionit, hetohesh nga kontrolli i lartë të shtetit, hetohesh nga prokuroria, hetohesh nga Spaku. Hetohet. Dhe në hetim ne nuk kemi asnjë pengesë. Nuk hetohesh, kontrollohesh nga këta. Kontrollohesh në disa prokuroria të heton. Dakor, dhe merret pandeur Spaku. Pra edhe me tonë po të merret pandeur. Dhe të merret pandeur. Pra është marrë dhe pandeur në rast zonja Balluku. Për këtë pjesë ne nuk kemi asnjë koment, ne nuk kemi asnjë kundërshti. Pra bëhetëm për doktrinën keni koment ju. Ne nuk kemi asnjë koment, nuk kemi dhe fakt është, po them faktit. Ka shumë kohë dhe jo vetëm nga dita që u shpall ky vendim, që Spaku çështën e heton. Dhe nga dita që edhe kur pezullimi, u rrëzu pezullimi, su rrëzu sot, mirë pra, Spaku po kërkon për... Spaku vazhdon heton. Dhe nuk ka asnjë pengesë që trasit marrit çdo dosje të ministrit. Klosi, ka rrezik të trëmben dëshmitarët, thot, dhe të falsifikohen dokumentat. Për këtë arsye... Çu e thot Spaku, jo unë. Po dakord, dhe për këtë kërkoj pezullimin. E cila u vendos që të pezullohet. Po për sa kohë që ky pezullim ka një diskutim akoma, ne jemi... Pezullimi për parimin është tjetër, a i të pyet për rastin konkret. Për rastin konkret, ne nuk kemi asnjë pengesë, nuk e kemi thënë asnjëherë pse e to. Jo hetimin Morburaj, po thotë që mos jetë detyrë. Lëre hetimin e detyrë. Hetimin e detyrë që akuzohet, po kemi marrë tendra, duhet japi tendra? Duhet jepet përheqjen si fillim. Pa jemi sa detyrë. Organe e akuzës mund të kërkoj ka 100 masa. Po thet për parimin, ju po thotë organi i akuzës. Po një sekond pra, e kuptoj ndryshe, e kuptoj thjesht. Një njeri që akuzohet që manipulon tendrat, a duhet të jetë në pyetje të tenderave? Një sekond, po hetohet. Po hetohet, kur të gjykohet, ka akuzë zyrtare nga Spaku që manipulon tendrat. Po flasim për dy gjë. Jo një, po disa. Pyetja ime është, a duhet vazhdoj të qëndroj apo jo? Çdo çështje hetohet. A më përgjigjesh dot kaq? Në momentin që kemi një përgjigje, kuptova. Po nuk kemi këtu për këtë punë. Vetëm kaq. Po pra nuk kemi këtu. A duhet të qëndrojë detyrë një person që akuzohet, që akuzon me detyrën? I dhe shumë të tjerë që e mendonin që t'i lidhin çfarë, po nuk lidhen pra. Çështja e pezullimit, që është gjë tjetër, dhe çështja e hetimit. Hetimi nuk po pengohet, pra, që të shikon.
për gjykim se si po shkon procesi. Nuk do ta monopolizoj. Unë kam pyetje politike. Pyetje morale, politike jo ligjore. Pra këto janë pyetje politike. Ta bëri politike dhe morale pyetje jo ligjore. Për pezullimin. Ti ke qenë ministër. Po thoshte një varëciot, i thoshte Spaku, thoshte ty që ky varëciot akuzohet se manipulon tendra. Ti do ta bëje kryetar të një komisioni tendrash si ministër? Nuk ka me të thënë herë, ka me vendim. Do ta bëje ti vetë. Një minutë, ka me vendim. Blendi Klosi, jo më jo ti. Ministri Blendi Klosi. Po në rastin e... A do ta linte këtë person kryetar të tendrave? Në rastin e titullarit me varëcit, prapë është shumë e thjeshtë, një varës mund pezullohet. Po një ministër nuk pezullohet, pra se është funksioni institucionit, ato dhe gjykata kushtetuese. Në të dy paragrafët, se kjo ishte e vetë një artije liste. Ministri me gjithë ministër ka mbrojtje speciale. Jo, nuk ka mbrojtje speciale. Jo. Nuk ka ministri individ. Ka funksioni mbrojtje. Dhe të dy qëndrimet, dhe pro dhe kundra... Funksioni ka mbrojtje politike, jo për akuzën. Jo, ka mbrojtje funksioni, pra... Institucioni duhet funksionoj. Në rastin që më thot Neritani, një titular, një varësi, mund të zëvëndësoj me i vartës tjetër. Po në rastin e një ministri... Një ministri nuk zëvëndësoj me i tjetër. Pra Zoti Rama nuk zëvëndësoj do. Pa heqë në zëvëndësoj. O, Neritan, zëvëndësojnë me qindra. Po këtu jemi në rastin e pezullimit. Kujt është e drejta këtu? Dhe kjo është biseda që bëhet. Klosi ti di gjithë emrat e ministra në fytyrë. Emrat e ministra... Ti do ta hiqe vetë po ti je kryeministër? Ti do ta hiqe po ti je kryeministër? Do ta hiqe po ti je kryeministër? Ti do ta hiqe po ti je kryeministër? O, Neritan, po flasim për të gjëra krejt ndryshme. Dhe ju mund ta bëni bisedën si doni. Por ama, kjo ma zhëra... Po i thajtë bëtë pyetje një Klosit, do vini Klosin qëndër. është person politik. Të punë jemi njërë me gjithë në këtë studio jemi njërë se asaj. Po ministra duke t'i ke emrat, se do të them bërë gjithë qeverit. Dimë gjithë nuk diskutohet, jemi kolegë. Që antarë në ministrave, pas kanë që kanë me imunitet nga pezullimi, nga pezullimi pezullohen. Jo antari këshillmin, se kjo është biseda. Antari këshill ministër, a nuk është Jo, është funksioni ministri, është edhe individi ministër. Unë po flasë për funksionin ministër. E ministrit. Ministrit atë ju, duhet pezullohet nga gjykatat, për shkak të faktit se është zgjedhur nga parlamenti. E thatë këtë? Po, këtë dhe. Po, sa zyrtarë të tjerë të lartë zgjidhen nga parlamenti i Shqipërisë? Jo, po këtë... Po ata nuk duhet pezullohet? Po, se, nga them, jo një sekund, ja dhe këtu është, ta ja përgjigje, po, kjo shumë drejt. Po, ta them, po, të gjithë këta tjerët, janë funksione të cilat mund të zëvëndësohet. Vetë ministri që e pasësuar? Po ju më është presidenti Republikës, është kryeministri, është kryetari i kontrollit lartësisë, janë ministra. Po një sekund pra, funksion që nuk mund ta delegoj. Pra, unë jam shumë dakord. Neritani thot në rastin se bën një krim një X ministër. Kapet në flagrancë. A mundet të gjykata të kërkoj shkarkimin? Po mos ta delegoj. Në gjitha opcionet e flagrancës si mendoj. Do gjitha këtu janë kabur, deri tani janë dënuar vetëm flagranca seksuale, këto me vjedhje nuk ka njëri në sa. Dhe ne jemi i vetmi që ka bërë burgësht i shkreti. Unë nuk diskutoj kjo pjesë, që mundet të kapet në flagrancë, të kërkohet brenda ditës. Jo vetëm pezullim, jo vetëm shkarkimi, po dhe arrestimi i... Po të parë do t'ishte flagranca në këtë rast? Cila do t'ishte flagranca? Që t'kapet që në shkelje, pra, nuk po flasim për një krim pasioni që t'i shkojnë e gjenë me thikën dorë. Po flasim për... Për këtë që t'oni ju, pra. Po flasim për procedura të nështruan. Jam shumë dakord në parim që një titular institucioni, kujdo niveli, në rast se kapet në gabim, në shkelje, në flagrant, mund të gjykohet, mund të kërkohet direkt më arrestimi i Blendi Klosit mund të kërkohet sot, se është për të arrestuar. Po jo pezulloj e rtide institucioni që drejton X apo Y, të ngelet pa funksionuar. Kjo nuk është pra. Se po të arrestojnë, nuk gjelet pa funksionuar. Po pse po të arrestojnë, nuk gjelet pa funksionuar. Po arrestoj Klosi, nuk është po të arrestojnë, nuk gjelet pa funksionuar. Se gjykata e një rrethi dytësor, ose ju e thatë dakord të spak. Po dakord me institucionet... Se ka që besoj e dini që... O Klosi, të bëj një pyetje. Kur ndodhja e çështja e Safetit, pse nuk pritët ju të heton të derë në fund prokuroria të arrit të një përgjishme? Pse u shkarkut për 15 minuta u shkarkua? Kërkoj arrestimin, po kjo është, po nuk kërkoj pezullimin dhe ne, po jo mërë se këshu është tani, dhe ajo që po them është fare e qartë, është komplet situatë e cila
Se pyetja ati është, a do futemi në emision, apo do vazhdojmë debatin? Çfarë do bëj Rama? Pra, çfarë i kërkohet Rama? Jo, është pjesa dytë, se e para çka ka ndodhur me vendimin e gjykatës. Po pra çka ka ndodhur, mirë dakord. Çfarë do bëj Rama me gjykatën këtë muhabet? Po çfarë do bëj Rama? Pra çfarë duhet bëj Rama? E para si ta them pra, e para si kryetari i Partisë Socialiste. Çfarë duhet bëj si kryetari i Partisë Socialiste? Po bën atë që ka bërë në fakt qen kur mori pushtetin në 2013. Ka thënë që ne do ngrejmë një drejtësi 3, mbi cilën ne nuk do bëjmë asnjë gjykim, ne nuk do bëjmë asnjë pengesë për atë çfarë do bëj Rama. Po pra kjo është pra, pyetje për çfarë po bën Edi Rama? Pyetje për çfarë do bëj Rama? Çfarë po bën Edi Rama? Dhe sot publikisht, dhe në grupin, po dhe publikisht mbron çdo veprim të SPAK-ut dhe drejtësisë së re, pyetje konkrete hetimeve të po pse nuk e ngritët diarisë unë pyetje? Po pse se ngritët të çështje ju kur pezulloi SPAK-u Sali Berishën deputet? Nuk e pezulloj Mërfezi. I pezulloj mori pasaportën e mori. Po e mendoj, jo më jo e kërkoj. E izoloj. Po e izoloj, po e kërkoj. Po e pezulloj. Pra, e dyta çfarë duhet bëj Edi Rama si kryeministër? Edi Rama si kryeministër, padyshim do duhet të garantoj atë detyrë cilën e ka marrë funksionare, funksionimin e shtetit. Dhe me atë që ka bërë kërkesën për prokurorinë, për gjykimin e ministri nuk funksionon në shtetin. Po normal, pra, po kështu është pra, kjo është krijohet një precedent i cili duhet goditur që vendim, se sa po e thanë kolegët, nesër mund të pezulloj një ministër. Dhe çfarë duhet bëjë Edi Rama si i zgjedhur i shqiptarëve? Se ka marrë votën e shqiptarëve për qeverisë. Po vota nuk është për gjithmonë. Ka marrë, jo nuk është. Vota ka dhe llogarizonjen. Ta jap votën një moment, ta heq një moment tjetër. Kur e ta çojmë me referendum, vota nuk do të thotë ministra pra mendoj unë. Munges llogaria. Me ja do jam ta pyes Edi Rama vetë se keni edhe komunikim. Ju personalisht, ju e pyesni vetë, ju e përgjigjet. Unë po them si e mendoj unë. Pse kjo është më thjesht, po çojmë referendum të regjë shqiptarët. Duan të pezullohet apo jo, ministri? Po them unë, si kryetari i Partisë Socialiste do vazhdoj mbështetjen për SPAK-un. Si kryeministri i vendit do garantoj që shteti të funksionojë dhe shteti mos jetë dhe ajo e drejtë që e kanë dhënë kushtetuta, ligji, vota, funksionojë, dhe ajo si përfaqësuesi i zgjedhurve të qytetarëve shqiptar është që dhe të mbrojë këtë mënyrë funksionimit të shtetit me të mirat, me të këqijat e tij, nga çdo lloj ndikimi. Mendo sikur gjykatës. Pra Zoti Rama është mbrojtësi i popullit, i institucioneve, mbrojtësi i kushtetutës, mbrojtësi i ligjeve. Pra Zoti Rama është duke na mbrojtur ne. Unë po them kryetari i partisë, kryeministri i zgjedhur i shqiptarëve, që është Edi Rama me votën e shqiptarëve nga 2013, për mendimin tim po bën këto 3 gjëra, të cilat besoj janë gjëja e drejtë. Mendoj unë, po mendojnë edhe shumica e shqiptarëve. Po ngre muri imuniteti. Shqiptarët ka nevojë të mbrohen nga korrupsioni, kjo është nevojë e shqiptarëve. Nuk është të sigurojnë ministrat. Keni shumë të drejtë. Dhe kjo që po ndodh me drejtsinë e re është produkt i forcës sonë politike. Kjo që po ndodh mund t'i bëjmë pyetje tani apo? Ndodh me organet e drejtësisë që kryeministri jeton çdo funksionar. Ai nuk pushon në janë në çështje penale, shumë teorike. Ka ndodhur vetëm nga vullneti këtij kryeministri, këtij kryetari partie, këtij zgjedhuri nga votat. Marroje kur të marroj. Mirë, nëse fal, kam një pyetje, vetëm se kam një pyetje. Po fillon blendi tjetër. Se në një ministër, larg qoftë dhe një 2-3 deputet, dalin të ato filmimet e Ergyes Agasit atje, duke biseduar dhe për doktrina, duhet të shikojnë doktrinën. Si do të mbrojtje ata, do thuash që këta kanë imunitet, se imunitetin e kanë të flasin parlament, jo ke zyra tjetër. Sa po e thash, e para gjë larg qoftë se nuk e dim kush janë. E para gjë që thash, është që ne në asnjë rast nuk do pengojmë organet e drejtësisë re për të gjykuar çdo çështje të çfarëdo lloj karakteri ato ministri çfarë pune kanë një zyrë private. Në rastin konkret nuk jemi në këto diskutime për pezullimin në një kundërvënie të veprimeve hetimore. Ky rast të tjera atletike thotë, vetëm ky rast mos hiqet. Po unë po them për pezullimin më Fevzi. Pezullimi i një antarit kabinetit. Po mirë, pezullimi në rregull, pezullimi, okay. Po dakord, bini dakord me pezullimin. Po mirë, pezullimi. Hajde bëjmë emisionin, kanë emisionin 2. E ka vendosur gjykata pezullimin. E ka vendosur gjykata pezullimin. Jo, diskutojmë unë eritanse. E ka vendosur gjykata. Do të jamini. Po e pyeten Hoxha, të gjitha aftësinë e nevojshme që ta interpretoni. Ju më nuk interpretojnë e kërkesës. Nuk e di. Kërkesa u rrëzua jo se gjykata vendosi se nuk ka rëndësi. Po nuk arritet merrte një vendim. Nuk ka rëndësi. Pe heqjen e masës pezullimit, ra masa e pezullimit, sepse ishe pezullim për pezullim. Dhe këto janë gjitha çuditëra shqiptare, nuk ndodhin as i vend botë. Se nuk po... Nuk ndodhin as i vend botë.
Unë e kuptojmë dhe kam po ta ktesh. Pse nuk po jepet imuniteti zonës Balluku? Pse është tyrë, do të thjesht është ignoruar dhe do të ignoruar? Pse? Po, sepse e gjithë rrjedha logjike, ose rrjedha historike, ose rrjedha e kronikës gjës, ka ndodhur kështu. Spaku heton, për këtë s'kemi asnjë pengesë, Spaku ka qëndrimet e tij dhe për këtë s'kemi asnjë gjykim, asnjë koment. Spaku vjen kërkon pezullimin e zëvendës kryeministres. Vetëm imunitetin. Po ja them për një sekondë. Lëre. Po kërkon. Dakor, po aty do dalë. Po pritse nga mundësi ku kishit interes. Pra, Spaku kërkon pezullimin e një antarit kabinetit qeveritar. Dhe ne për këtë patëm një kundërshti në gjykatën kushtetuese, e cila bëri pezullimin e pezullimit. Dhe për sa kohë që u bë pezullimi nga pezullimi i pezullimit, Spaku erdhi me qëndrimin e dytë, me kërkesën e dytë. Tani, ne jepni imunitetin me qëse u pezullua. Në rastin konkret jemi në rrëzimin e pezullimit të pezullimit. Pra, ministri nuk mund të shkoj në detyrë. Pra, dhe për ato arsye që Spaku kërkoj imunitetin, pra për arsye që kishin të bënin me ato që thot Neritani, që të shkonte në zyrë, të takonte njerëz, ti intimidonte, ti pengonte, nuk është e mundur sepse pezullimi ka hyrë tashmë në fuqi. Pra këto janë arsye një pyetje, se ti ke koherencë, nuk i ndron qëndrimet. Asnjëherë. Ashtu dhe. Tani, pse në rastin Balluku nuk hiqet imuniteti, megjithëse ka ardhur një mal me prova, dhe në rastin Ahmetaj, që bëj fjalë për 2 dhoma hoteli edhe ca gjëra tjera shumë më minore në raport me masën e vlerës që pretendon Spaku, se deri tani janë të pafajshëm të dy, ju hoq imuniteti për 24 orë. Fevzi, e kam thënë këtu dhe koherent kam qenë në gjitha qëndrimet e tuaja. Ne nuk kemi asnjë koment për rastet konkrete. Për asnjë rast konkret. Vetëm për doktrinën. Këta janë vetëm për doktrinën. Ta mbaroj pra për kushtetutën. Pra në asnjë rast, ne si institucion i Partisë Socialiste nuk bëjmë komente për rastet konkrete, nuk pengojmë organet e drejtësisë së re të bëjnë hetim 360 gradë në 365 ditë të vitit, për të gjithë, for all, për të gjithë. Po kur erdhi ke ju pra po ndroni ligjin. Po jo mërse tani, po du po ndrojmë ligjin për këtë rast, tani juve mund ta ngatroni. Pra keni besim ju ke drejtësia. Po pra, po ta them. Po atëre kur keni besim ju të shtrojë funksionin e saj. Ligji duhet ndryshuar edhe sipas asaj, dhe sipas unë nuk kam thënë asgjë për gjykatën kushtetuese, nuk jam në jurist, nuk i kuptoj mirë ato, por fakti është që gjykata kushtetuese, organi më i lartë i drejtësisë shqiptare, nuk arriti të merrte një vendim të fundit për të thënë që a është e drejtë pezullimi apo s'është. Pra, ne do duhet që të ndërhyjmë në ligj, jo në kushtetut, por në ligj i cili sqaron se kush janë titullarët e institucioneve që mund të pezullohen. Dhe kjo është ndërhyrje e cilën nuk është as e thjesht, nuk është po mirë më mund padyshim po jo më nuk flasim për drejtësinë me vepru me këto rregulla loje. Po janë ndronë rregullat e lojës rrugës janë ndronë. Po dakord, pra gjykata kushtetuese, organi më i lartë dhe më i lartë i të mundshme, nuk arrin dot të japë një përgjigje përfundimtare. Kush janë dhe mundet pezullohet një ministër. Kjo mbase ka nevojë të sqarohet nëpërmjet legislacionit përkatës. Këtu ka një situatë që mbas ditja e sotme e para një riktheu Partinë Socialiste nëpër studio televizive dhe kjo është një gjë e mirë, shumë e mirë. E dyta, për ty jo fare. Flas në parim, unë deri dje kam gjithë këto vite, e para njërë, dhe e dyta, mënyra se si Partia Socialiste po mbron në çdo studio këtë vendim të gjykatës kushtetuese, në fakt mua më solli në mendje titullin e një komedie shumë zhurmë për asgjë, po këtu është shumë zhurmë vetëm për një gjë. Për faktin që Partia Socialiste po përpiqet me shumë zhurmë të mos lejoj drejtësinë të veproj ashtu si çdo drejtësia të veproj. Mirë, pse po e mbron sonte se në fundjavë sulmoi. Si dy pushtetet të pavarura. Pra, tensioni mes qeverisë dhe drejtësisë së re është në kulmin e tij. Rama propozon disa ndryshime që ne duhet jemi shumë të kujdesshëm për të parë, sepse Rama ka shumicën e cilësuar në parlament dhe ne nuk e dim se çfarë mund të kalojë dhe çfarë mund të shtohet në atë ligjin e famshëm 242 për sa i përket se cilët nuk përfshihen për heqje të imunitetit dhe mbrohen nga imuniteti, pra mund të ketë një cilësim i cili nesër na vendos përpara një fakti tjetër. Ndaj besoj që e gjithë kjo retorik
ku njerëzit nuk po kuptojnë. Pyetje që na vinë janë naive. Është pezulluar, s'është pezulluar, imuniteti u hoq, s'u hoq, se dhe kjo fjala imunitet për çështjen e pezullimit i ka bërë njerëzit lëmsh. Dhe nuk kuptohet më asgjë. Një gjë është e saktë që gjithë retorika e politikës shqiptare, jo vetëm Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, që të gjithë politikanët nuk kanë imunitet, janë njësoj si populli i thjeshtë, të gjithë janë përpara drejtësisë së re. Sot ka rënë vetëm me këtë zhurmë ku bëhet shumë fjalë, po prodhohen shumë fjalë, por po thuhet shumë pak, po flitet shumë pak. Ka dhe një problem tjetër. Fjalë shumë, por shumë pak ide. Ka 10 vjetë që gjithë retorika e Partisë Socialiste ka qenë me idenë që SPAK-u është arritja jonë më e madhe. Dhe vazhdon të jetë sot. Dhe sot ti kërton një retorikë që ta bësh SPAK-un përgjegjës për të kalim kompetencave tjerë. Po kur i ke ushqyer 10 vjetë njerëzit me këtë, nuk i kthen dot klosit e tjetër. Jo, po mirë më... Se ti di dhe mirë propagandën. Po shkove 10 vjetë një drejtim, do 10 vjetë vishë drejt që do t'i kuj të parën fjali që thash është që ne të vazhdojmë të jemi konsekvent në mbrojtjen e SPAK-ut. Konsekvent po me vepra? Jo me jo, kurse përsa e përket kjo pjesës pezullimit, pra mund të ketë shumë kushtetuta edhe licencionin shqiptar njëhe të pasgjitur. Në rastin konkret doli kjo njëhe e pasgjitur. Fakti që duam të zgjidhim këtë njëhe dhe duhet që të bëjmë një, letemi një zgjidhjet përfundme. Pra nesër mund dali një iç prokuror apo gjykatës tash. Besoj që ajo që nuk u tha është kjo, diskutimi është e pezullimi. Gjithë thelbi është pezullimi. Nuk ka të bëjmë me hetimin. SPAK dhe organet e tjera të drejtësisë, e para punës nuk është SPAK që vendos do pezullohet ose jo. SPAK i bën kërkesë gjykatës, kështu që SPAK nuk duhet të anatemohet. Nëse ka një diçka që mund të anatemohet, janë gjykatat këtu. Nëse ka një shkel. Gjykata SPAK-u është organ akuze, SPAK është organ akuze, hetues bën punën e vet, duhet të hetojë. Dhe këtu janë gjykatat edhe në shkallët e tjera që ka me mira dosje, mira dosje. Retorika është me SPAK-un. Dakor, nuk është me gjykatë. Që tregon që mëria nuk është e pezullimi, është e hetimin fakt. Mirë, po hetimi jo, këto janë deduksionet pa drejta janë pa drejta dhe pa as pak logjik. Është një kryq për mua, është një kryq shumë i rrezikshëm, sepse do thotë që jep një fuqi, një pushteti të katërt të mbivendoset te një pushtet i cili është me votë direkte. Që do thotë pushteti i gjysor, i cili është një pushtet i zgjedhur me mekanizmat e vet, po nuk është një pushtet i votuar. Nesër duhet mbaj dhe përgjegjësinë nëse gjëra nuk shkojnë mirë. Që do thotë, nëse në 4 vite gjykata, se kështu i bie, bashkë me prokurorin, nuk e zhdukin korrupsionin, atëherë kujt do t'i kërkohet llogari, sepse po mbivendosen. Ka institucione për ta që ju kërkojnë llogari. Po pra, po si e vendosim dot ne? Qytetari nuk ka drejt të japë asnjë mendim për ta. Ndërkohë që është një drejtësi shumë e shtrenjtë. Dhe automatikisht kur një drejtësi e tillë i mbivendoset pushtetit që ne i kërkojmë llogari një herë në 4 vite, këtu ka një përplasje. Tani ndajmë dy gjëra. Jo, po kjo është përplasje. Jo, ndajmë dy gjëra, se ti ke shumë drejt se po flet vetëm për sektorin e SPAK-ut dhe çështjen e korrupsionit. Gjykokos, jo, po flet për gjykatën. SPAK është në rregull. Nëse flet për qytetarin, e zakonshëm që del në rrugë dhe besoj këtu Fationa është marrë më shumë. Reforma ja ka nxirr jetën 10 herë më shumë i qytetarit. Reforma është skandal, ta themi. Sepse nëse përpara e merrte drejtësinë për 5-6 vjet, sot shkon 15 vjet. Nëse një dosje donte një vit e gjys, sot shkon 5 vjet. Blendi të atit procesit Sot qytetari i zakonshëm, jo gjykata e posaçme. E posaçmja ka dhënë rezultatin e vet. Po e posaçmja është 0.3% e sistemit. Sistemi se sigurisht është për Fevzi, mundet një argument? Thuhet që po pengohet drejtësia. Drejtësia dhe organet e drejtësisë dhe pjesa e gjykatës ka të drejtë ta arrestojnë në flagrancë. Dhe një ministër dhe kryeministër në flagrancë. Nuk e pengon njeri. Pra nuk është ky mekanizmi që pengon. Një sekondë. Është një mekanizm si do të ishte një rast flagrancë. O Arbër, jep një pushtet të jashtëzakonshëm. Ma vizualizoj një flagrancë. O Arbër, po gjykata këtu ka gjetur se zoti Klosi e mban mend se ndoshta ti je çik më i ri, ka parë një ministër me zëvendës ministrin e tij që ndanin topa me lek në tavolinë
Njëri thotë, bile sa i tha i kam lëndë 900 euro sekretares, mbaj nga tuja ta i, mos i futë 35 ime, edhe s'ka ndodhur asgjë. E mbam në të rast. Kur ishte seansa e gjykatës kushtetuese, u tha tekstualisht u bën një pyetje nga zoti Beci, antar i gjykatës kushtetuese, dhe i bëri një pyetje ata që ishin përfaqësuesit e organit të akuzës në gjykatë. Dhe i tha, nëse zgjat më shumë se 2 vite, se 2 vite zgjat hetimi, por mund të kërkojnë prokurorët shtyrje të afatit. Mund të kërkojnë 4 vite, 5 vite varësisht shkon hetimi. Çfarë do thotë? Do futen kolaps gjithë ekzekutivi, nuk është punë të ekzekutivi, është impakti që jep të reformat, të impakti që jep të jeta qytetarë, pra shumë është e lidhur gjëja. Me këtë logjik. S'na lej pyetje me bobu, ç'a bëj kështu? Jemi rikthyer sërish transmetim të drejtë për drejtë në të emision të fokusuar tek vendimi i gjykatës kushtetuese që rikthem pezullimin për zëvendës kryeministën, ministren e infrastrukturës Belinda Balluku. Ndërkohë ne do jemi dhe rreth 25 minuta në transmetim në pjesën e tretë Ana Kaçinari, një pianiste e cila është ngjitur skenë që në moshën 5 vjeçare, e bija Alfred Kaçinarit, kompozitorit i njohur, ka pasur një koncert recital me orkestrën e RTS-s. Ajo ka dhënë një intervistë me gazetaren Sibur Abitri që transmetohet në pjesën e tretë. Rikthehemi edhe një herë tek problematika. Një pyetje kam Klos para se nëse kishte po ja lë Hoxhës se nuk e bëri pyetje një parë. E kishe për Klosin? Ja, nuk ja bëj më pyetje. Si ja bën më pyetje? Do flasësh. Tani Klosi, karta kryesore e Partisë Socialiste për këtë vit dhe për mëtej është integrimi, rruga integrimit dhe gjitha. Pse Partia Socialiste rrezikon të vetmen kartë madhe politike që ka dhe të vetmin prosperitet shqiptarëve për të mbrojtur, për të mbajtur patjetër në detyrë një ministre? Se mund t'i ki ministre a vjen një tjetër? Fevzi, se KEja sot i ka dhënë Report TV-s, do më dhënë intervistë të cilën thot ja ku e ka, lexoj pak Mirela. Atëre, si e vlerësoni Komisioni Evropian këtë përplasje institucionale që buron nga rasti i zëvendës kryeministres Balluku ku përfshihen SPAK Kryeministria e Kuvendit, pyetja është përgjegjësi e Kuvendit të Shqipërisë të trajtojë pavonesë kërkesat për heqjen e imunitetit anëtarëve të tij. Lufta efektive kundër korrupsionit është e një rëndësie parësore për përparimin e Shqipërisë drejt anëtarësimit të BE, që është dhe pritshmëria e qytetarëve të saj. Ju thatë që s'do e trajtojmë fare. Fevzi, po. Përveç kësaj Klosi ne dim dhe ca gjëra më shumë. Dakord, pra. Që t'jemi të ndershëm me këtë. Parë, është pjesa parë e pyetjes suaj është 100% e vërtet. Pra, ajo që është ka leoni betejës elektoral, po edhe praktik, edhe menaxherial, është integrimi në Bashkimin Evropian. Po pse keni vesh kaq pesh përsipër Selinit të vrapoj? Dhe çdo do rrisim të gjithë kapacitetet tona që brenda këtij mandatit ne të realizojmë ëndrrën e përfundimit negociatave me Bashkimin Evropian dhe mundësisht që të realizojmë integrimin evropian. Tani, se si doni ta lidhni ju, edhe se si doni ta interpretoni, kjo është bisedë tjetër, pra, a e pengon a se pengon. Dhe përgjigja është 100% korrekte, pra një përgjigje se të shqyrtoj pavonesë, të shqyrtoj, pra, kërvëndi do të shqyrtoj. Se ka një përgjigje prit, se ka një përgjigje që është 100% korrekte, përsa e përket asaj që një kuvend duhet merret me Parlamentit e Komisionit Evropian. Ajo përgjigje nuk është korrekte. Jo, kjo është. Pra, përgjigja është 100% standarde që do jepet një përgjigje. Qoftë një kërkesë në Parlamentin anglez, qoftë një përgjigje në Parlamentin e Finlandës, qoftë në Rumani, qoftë në Itali, qoftë në Kongo. Pra, një përgjigje që Parlamenti duhet merret në shqyrtim. Po pjesën tjetër që ka Mirela aty. Lexoj pjesën tjetër Mirela, Po për një sekondë. Çfarë thotë pjesa tjetër Mirela? A ka kjo përplasje institucionale Kosovë për rrugën e Shqipërisë drejt anëtarësimit? Pra përgjigje... Nëse e përgjigje Mirela. Ja vetëm fjalin më të fortë. Komisioni rekomandoi mëtej që Shqipëria të forcojë llogaridhënien duke reduktuar ndërhyrjet politike në gjyqësor dhe në shërbimet e prokurorisë. Dhe kjo për PD-n e ka? Kjo është e vërtet. Pra, si është e vërtet? 100% pra që Partia Socialiste vazhdon të jetë garancia e vetme e mbijetesës së këtyre organeve në realitetin shqiptar. Ne ato që bëjmë çdo kohë është ta forcojmë hetimin e... Ku ishin vegjël, ma menat lojt t'i bjeri, kuj t'i bjeri vetëm mua mos m'bjeri. Po, dakord pra. Por në rastin konkret, pyetjet janë për një gjë, përgjigjet janë standarde, dhe ato përgjigjet standarde janë... E pas fare Report TV-ja, do më? Po jo, nuk ka mund asnjë gjë me kush e ka për pyetjen, po them me përgjigjet. Përgjigja është, për rastin konkret, ne, dhe përgjigja është, nuk kemi pasur në asnjë rast pengim të hetimit, nuk kemi pas në asnjë rast përgjigjen e pyetjes suaj të fundit ndikim politik në vendimarrjen e organeve drejtësisë. Në të gjitha rastet jemi pro mbrojtjes organeve të drejtësisë re dhe procedurave që ata
realizojnë në procesin e hetimit, mund të kemi shumë komente për sa i përket asaj që themi gjithmonë para burgimit, bërjes telendar të njerëzve, para se të... Pak deklaron se zonja Balluku intimidonte dëshmitarët. Dhe për këtë arsye ajo tashmë e pezulluar. Pra Ministri i Transporteve e nderuar për këtë kërkesë. Fakt është që Ministri i Transporteve është ministër i pezulluar. Është tjetër që pezullimi. Është pra i pezulluar, pra kjo ka qenë kërkesa e parë e spagut. Kjo ka qenë kërkesa e parë. Kjo ka qenë kërkesa e parë. Pezullimi, kur pezullimi u duke mos shqyrtuar ta po e ndihmojnë drejtësinë. Një sekond pra, kur pezullimi u pezulluar, duke mos shqyrtuar ne ndihmojnë drejtësinë, për imunitetin, ndërkohë që jemi tek pezullimi, pra, te kërkesa e parë. Pra, pezullimin ka kërkuar spaku. Sepse pezullimi... Klos, se ma kanë sqaruar, se po ma sqarojnë më shumë se 3 avokat, një minutë. Po them këtë që... Një minutë tani, për ta sqaruar gjë. Pezullimi është kërkuar në rrethanat e para, kur bëj fjalë për favorizim të ëndrrave. Një minutë. Shkuarja në parlament është me raste dhe për imunitetin është me raste dhe fakte të reja. Nuk është për të njëjtat fakte. Nuk vendoset shenjë barazimi mes pezullimit dhe imunitetit. Imuniteti është për 3-4 gjëra më shumë. Parlamenti është përkruar llogari qeverisë. Pra ju zoti Klosi, duhet të kërkoni llogari zonjës Balluku si ka harxuar fondet e qytetarëve. Kjo është detyra juaj parësore. Dhe këtë e gjykojnë nëse po patjetër. Partia se po ja përgjigje që ka ndodhur disa herë, pra nuk e ka. Po me që po flasim për pushtetet. Pushteti legislativ ka për detyrë të kontrollojë ekzekutivin. Kur ti thuash të gjitha gjërat të thua edhe një gjë. A mund ta garantor si e kontrollon ti zonjën Balluku që të mos abuzojë me fondet me tash në diskutim do ta kaloj tani, ta dëgjosh se si e kam thënë motamon në parlament kolegëve të opozitës. Pra mënyrën se si ne konsumojmë buxhetet e shtetit është mënyra se pse qytetarët na votojnë. Në rast se qytetarët nuk do kishin bindje që këtu Shqipëria është bërë me rrugë, me autostrada, me porte, me aeroporte, me investime, nuk do na jepnin mandat në 4. Nuk na e dhanë nga pamja jashtë. Pra me tunelet që bien me rrugët që rrëzohen. Mirë që bien në sytë e ty, në kritikat e tua, është gjë tjetër. Tani, që tuneli bëhet dhe që unë mora në Dibër 3.000 me 500 vota më shumë, 13.500, nga 2.000 vota para 4 vjetës, është fajt tunelit të Murizit. Po të them, jetë atyre njerëzve ka ndryshuar nga investim. Dhe këto janë punë që qeveria ka bërë dhe vlerësohet. Për sa i përket asaj që thajti për çfarë duhet parlamenti, dhe për pse shkon kjo gjë në parlament, po pse më parlamenti janë gjyqtarë, janë gjykatës, që gjykojnë dosjet, po pse më parlamenti, më jo një sekundë, ofenziv, dhe ta sqarojmë këtë punën e komisionit. Pra, parlamentarët janë, ne jemi gjyqtarët, jemi gjykatës, shërtojnë faktet, gjykojnë faktet. Ne jemi aty që të gjykojmë, a ka ndikim politik në vendimar? Po pra këto kas, pra këto rast po them. Faktet për kuotë. Këto po them. Pra, sot, ministri dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Transporteve dhe zvonës kryeministri i këtij vendi është i pezulluar. Këtë fund sot është i pezulluar. Një më dakord më shkojnë. Po është sot. Për ligjvënësin shqiptar është i pezulluar. Pra atë që e tha kolegja, që e kërkon organet e drejtësisë që mos ketë intimidim të gjyqtarë, të mos ndikojnë vëndet tjetër atjerë, nuk mund të ndonë. Kjo pjesë ka rënë. Blendi, po përfitoj, po të flasë qiko. Blendi, po të flasë si duash. Ne s'jemi aty gjyqtarë, unë nuk gjykojnë faktë. Po në kuptova, pra, një sekundë. Po s'jam gjyqtarë në aty të gjykojnë dosën, ta marrë lëzoj dosën dhe të gjykojnë. Po rrasë e tjera e keni gjykuar më bu. Po jo më rrasë tjerë nuk me, po nuk është parlamenti për gjykatë më fevzi. Duhet them dy gjëra, mere si duash. Dhe kone në Eritanit, ne kemi... Por ka pasur një kohë tjerë që parlamenti se ka dhënë imunitetin. Jo më jo të Ameta. Në kone në Eritanit, se ka dhënë imunitetin. Po jo më nuk kemi futur, asë njerë parlamenti nuk kemi. Po ta them si duash ti, miqësisht, si qytetar, si votues, çfarë duash ti? Thuaj miqësisht më mirë. Ti mund thua çfarë duash. Dhe mund thuash që me që e ke mësuar me elokuencë, të gjitha këto sa po të mbaroj emisioni, të gjitha argumentat që shtrove që i keni përgatitur pikat e diskutimit, mund të shtruash, mundet ta mbyllësh diskutimin duke i bërë batare, të renditura bukur duken si elokuencë, por ka një fakt thelbësor që të gjithë e shikojnë.
të gjithë pyesin një fakt. Pse zonja Balluku është akoma ministre? Pse zonja Balluku e ka akoma imunitetin? Pse zonja Balluku mbrohet politikisht nga majoranca socialiste? Sepse gjithë shqiptarët dini gjë. Në qoftë se mbiemri i saj nuk do ishte Balluku, do ishte për shembull Belinda Bano, ajo sot do ishte në burg. Dhe parimi kryesor i demokracisë është barazia përballë ligjit. Dhe thelbi i demokracisë nuk është vota që thua ti e marrin njëherë 4 vjet, sikur e merr votën njëherë 4 vjet dhe 4 vjet duhet vjedhësh deri në zgjedhjet e tjera. Vota dhe demokracia ka të bëjë me një fakt shumë të rëndësishëm, me llogaridhënien e vazhdueshme dhe ka të bëjë me një fakt akoma më të rëndësishëm me respektimin e të drejtave të qytetarëve. Dhe pyetja thelbësore është kjo gjë. Fare Troç. Pse zonja Balluku është akoma ministre, jo e shkarkuar apo e dorëhequr, dhe pse ju si keni hequr imunitetin prej 3 muajsh? Haroj ligjin, haroj kushtetutën, unë po të pyes ty. Neritani si shok, si mik, si qytetar, çfarë duash ti? Pse zonja Balluku ka akoma imunitet parlamentar që ata nuk mund të kontrollojnë as shtëpinë, as pronat, as celularin, dhe pse ajo vazhdon të jetë në detyrë ministre edhe pse e pezulluar është prapë ministre? Sepse ministra e transportit dhe infrastrukturës është hetuar, po hetohet, është një proces gjykimi dhe nuk kemi pasur një, le të themi, diskutim për sa i përket këtyre që thuati. Këto janë tani deduksionet të tuat, gjykime dhe nuk kemi asnjë akuzë sot. Unë nuk kam asnjë deduksion. Unë s'kam thënë asgjë fare. Unë e marr pafajshme. Ajo është e pafajshme. Jo, një sekond. Mos e ngatro. Ajo është e pafajshme. Ajo është e pafajshme. Pyetja ime është, po të kishte emrin Belinda Bano, do ishte në burg. Pyetja direkte është kjo. Po të ishte Belinda Bano, do ishte në burg. Se quhet Belinda Balluku dhe është ministre dhe nuk është në burg. Pyetja juaj është shumë i gabuar. Ime është i gabuar. Po e diti se për çfarë vjen njerëzit në burg sot? E diti se vjen njerëzit në burg sot? Edhe për një lidhje të paligjshme janë në burg para burgim. Po jo, po pse ngatron me emër? Para burgim si? Po pse ngatron me emër? Sepse ka asnjë lidhje emër. Se po bëhet për një emër. Po, se po ta kishte po ishte qytetar e thjeshtë, funksionar publik, do isha harruar në para burgim. Institucionet. Është funksionari publik që drejton institucionet. Institucionet i shërbejnë popullit dhe drejtësisë. Dhe këtu nuk kemi shkuar në fazën e gjykimit. Ti mendon se je bindës me këto që thua? Jemi në fazën e pezullimit. Mendon se janë bindës këto që thua? Jo, nuk janë bindëse. Që ta thash që ti si e mendon vetë? Ti mendon që këto janë bindëse? Kam, po pra ta thash në rritan që për gjithë ato që të përmenda, më falor. Për gjithë ato që të përmenda, për gjithë kolegët, jo vetëm për rastin konkret. Të gjithë ata që ulen në këtë karrige dhe firmosin, padyshim gjykohet. Të gjithë gjykohet. Të gjithë. Çështja është si të barabartë me qytetarët apo me mbledhje speciale? Pra kjo është çështja thelbi. Belinda Bano përballë Belinda Balluku. Po, si qytetar. Tu vërtetohet drejtësia. Si trajton Belinda Bano, si trajton Belinda Balluku. Dhe pyetja ime është pse njëra trajtohet me paraburgim, tjetra rrin detyrë. Asnjë funksionar publik nuk ka imunitet për hetimin. Për hetimin. Për hetimin. Arrestimi, kontrolli është pjesë e hetimit, edhe një herë kuptosh. Po, hetimi vazhdon hetimin. Ti e bën hetimin si studim në bibliotekë. Ti në bibliotekë thua prokurorit, çka thua ti? Ti hetohet thua po si në bibliotekë. Hap një libër dhe lexo. Po për ta kontrolluar se kontrollon dot. Për ta arrestuar se arreston dot. Telefoni shtëpinë si? Po pra kjo e kanë parlament ka 2 muaj. Është kërkuar pezullimi. Ka 2 muaj. Jo, ke edhe imunitetin. Pezullimi sot është funksionar. Kaq është, nuk është penguar në këtë. Pas skandal dhe bërrjetë sociale sot. Pas ishte ka Blolita, përshëndesim, po ka një gjë, pse bie kërkesa për heqjen e imunitetit dhe arrestimin e zonjës Balluku. Te kërkesa e parë që ka bërë SPAK për pezullimin, ishte sepse mund të prishte provat etj. Kjo u aprovua tashmë nga gjykata kushtetuese, pra ka hyrë në fuqi. Pra ka rrezikshmëri të prishi provat një deputet? Po ne nuk e dim çfarë kërkon kjo vetë. Ne nuk e dim sepse na e kanë dhënë atë. Dakor, nuk e dim. Mund të dalin argumenta ai, këto argumenta i argumenta ka dhënë. Po i përsërit, pra, diskutimi kush ishte? Ishte që ta largojmë si ministre sepse mund të prishi provat. Ishte te pezullimi. Tani pyetja ime është e tilla. Këtë tha dhe Rama. A dim ne çfarë fakte shtreja ka çuar? Një minutë, Arbër. SPAK-u ka pretenduar të ka çuar fakte të reja. Faktet e reja nuk kanë nxjerrë në gjykatën kushtetuese. Jo, prit, jo në gjykatën kushtetuese, tash në parlament. Në seancë. Dhe ka kaluar nga tuneli Llogaras edhe ke lotet e Unazës Tiranës. Po pra janë 3 tendra, se Neritani tha janë 8. Tani a e dim ne çfarë SPAK-u në parlament, sepse dhe deputetët falë. Janë 3 që t'jeni korrekt. Deputetët e opozitës, se ndoshta zoti Klosi ka parë, po zoti Klosi ta si kanë parë. Këta si kanë parë. Tani, ne nuk e dim çfarë ka shkuar SPAK-u aty. Duhet mblidhet komisioni dhe thotë që këto fakte janë bindëse, le mos thonë çfarë janë faktet, po dikush do i shohë këto. Shiko, jemi në interes të gjorë. Antarë nuk i kanë parende ne nuk e dim për diskutimi zyrtarisht
që ka fakte të reja. Ne nuk dim shumë gjëra. A janë të besueshme? A e kanë nga inati pëse s'morën pezullim, të ne nuk e themi dot, duhet shofim faktet. Faktet ne si shofim dot, ne nuk dim shumë gjëra, sepse nuk i kemi lexu dosjen, por ka një gjë, dhe po ta lexonim dosjen, nuk është vendimi i formës së prerë, sido që tjetë. Pra ky nuk është tjetër diskutim. Problemi është çfarë rreziku ka Belinda Balluku si deputete. Mund ma thot dikush? Pa ka rrezik, se thot zoti, ligjia jep të drejtë, ligjia jep, jo edhe një sekondë tani, shiko. Të prishin provat. Ligjia jep të drejtë prokurorit dhe gjykatësit ta vendosin. Edhe një herë pra, ligji shqiptar, jam më dëgjon ta japun përgjigjen. Ta japun përgjigjen. Lejohet. Ta japun për pjesën time. Më dëgjoj mua. Ligji shqiptar ja jep të drejtë ta vendosi prokurorit dhe gjykatësit, jo neve. Ka hapësirë. Ne bëjmë mendimin tonë. Prokurori dhe gjykatësit, ne bëjmë data binore për fushën, për majorancën. Ka kuptim t'japim mendim për hetim. Mbyllur për mua, për majorancën çështje mbyllur, pjesa e zonjës Balluku me pezullimin e saj zyrtar. Dakor, po kështu mendon ti, dakor, po prokurori çfarë do bëj Rama është pyetja apo? Jo. Rama e thashë do bëj. Çfarë do bëj Rama dhe jo çfarë pasojë do ketë vendimi i Ramës, se çfarë do bëj Rama ka vendosur. Ta mbrëm apo ta sulmojmë atë, të kuptojmë çfarë do bëj. Në fakt, mbas të premtes në darkë, gjithë njerëzia pritshin pikërisht këtë. Çfarë do bëj Belinda, çfarë do bëj Rama? Gjithë pritshin me ankth, dhe pritën ja të shtunën, ja të dielën, të hënën, tharë me domosdoshmëri, do ketë një gjë, apo? Çfarë kuptojmë nga ato 3 pikat që tha Rama sot? Se qarkulluan dhe variante. Bela dha dorëheqjen, ai s'ja pranoi, po është dhe varianti kundërt. Rama ja i mirëpret dorëheqjen, ajo s'ja jep se e din që ai nuk e nis shkarkimin. Po. Mirë, janë dhe këto që dalë. Por ato 3 pikat që pam sot është Belinda Balluku, derisa dali vendimi i gjykatës kushtetuese të botohet fletore zyrtare, vijon zëvendës kryeministre, në ato moment mund të kërkojë edhe me ecurin e përshpejtuar të ndryshimit ligjor, që ta heqin fare, ta krejnë pezullimin këta nga kodi procedurës, dhe ajo vijon zëvendës kryeministre dhe ministre. Çështja e zëvendës kryeministre dhe ministres nuk mund bëhet ma lashtë ale. Por edhe një herë, Iki 3 javë nga se pezullohen, pasaj çfarë do bëj Rama? 6 javë se gjykatë kushtetuese. I pezullohen prapë, po më kthejnë me ligj. Po pse kundërshton ka? Mund bëhet Shqipëria. A do bëj këtë Rama apo ti thua s'duhet ta bëj këtë? Unë se besoj se do ta bëj. Po ne po themi çfarë do bëj, jo se çfarë duhet të bëj. Po po them se besoj. Okej. Unë po them që këtë do bëj, pse nuk e beson ti? Por nëse nuk do bëj këtë, pse nuk e dha dorëheqjen që të premte ndarkë ajo zonja, ose ky ta niste shkarkimin? Pse nuk e bëri të shtunën? Pse nuk e bëri të dielën? Pse nuk e bëri të hënën? Sepse përgjigjja vetëm është, strategjia është zgjate historinë, patjetër, derisa ta të eliminosh rreziqet. Patjetër, sepse mbas Belindës po pse thua atëherë që s'ka për ta bërë? Por kjo është më logjike do që do ta bëj. Se s'mund të luaj me të njëjtën kartë. Po. Dhe tjetra është natyrisht që Belinda do qëndroj zëvendës kryeministre dhe ministre, varet edhe se si do vijoj të sillet në raport në kryeministre. Po, sjellja e sotme e kryeministrit, 3 pikat e tij, dhe fakti që nuk u dha një dorëheqje apo nuk u nis një shkarkim në fundjavë, fill mas vendimit të gjykatës, do thotë që lëvizja është kjo. Ndërkohë që zbardhet vendimi, do nisim procedurën e ndryshimit ligjor, që të mos pezulluat asnjëherë de facto. Dhe në ndërkohë, digjen dhe afatet e arrestimit, po të doj spaku, le ta bëj edhe një herë tjetër kërkesën për arrestim. Ka një problem. Dorëheqja, ka dorëheqje të parevokueshme. Po pra, ke? Po dhe dorëheqje s'ban dot me një argument tjetër që strategjia e dytë që po them unë, e dyta është shumë interesante. Doli vendimi i gjykatës kushtetuese, jo tur gjithë batareja mediatiko-politike majtiste, jo tur gjykatës kushtetuese. Çfarë ndodhi sot mes? Kryeministri nuk e pasi humbje, po e shfrytëzon për fitore. Sepse ai nuk lexon që 8 gjyqtar ja rrëzuan tezën që pezullimi është totalisht i papërdorshëm për ministrin. Asnjë prej tyre nuk e tha këtë gjë. Por çfarë shfrytëzon kryeministri? Shfrytëzon që thanë, po, pezullimi i një ministri cënon veprimtarinë qeveritare, dhe një grup i thanë, bëhet, po bëhet përmes kuvendit, pastaj në gjykatë. Grupi tjetër i thanë, kjo është çështje ligjore, jo kushtetuese, ndryshon ligjet. Por asnjëri prej tyre nuk i tha, nuk bëhet pezullimi, sepse ne kemi pezullimin e funksioneve monokratike, e kemi kushtetut,
kur merret i pandehur. Ke krye-inspektorin e drejtësisë, ke antarët e KLP-s, antarët e KLG-s, antarët e gjykatës lartë e tjerë. Të gjithë mund të pezullohen kur merren të pandehur. Mendoni për një moment që marrin 10 prej tyre? Po. Një sekondë, e bëjë. Po hapra mos e bërë aq teorike se Jo, nuk është teorike. Ajo do vazhdoj kryeministër, kjo është strategjia. Mirë. Po të vazhdoj? Ky kurs me siguri do e çojë në 2 përplasje. Kryeministër. Me BE-n, me drejtësinë dhe për pasojë me BE-n. Me BE-n. Dhe me Amerikën. Sponsorit e reformës drejtësi. Se sa do ja haj syri për të përballuar këtë betejë. Dhe kur do jetë momenti që ai mund të ndryshojë strategji, do varet nga shumë raporte forcash. Do ta shohim. Ne nuk po flasim për fajsinë e zonjës Balluku, sepse është prezumohet e pafajshme deri në momentin që ka një vendim gjykate. Ajo që po them unë është që PS-ja ka përdorur standarde ndryshme për personazhe ndryshme. Ka përdorur standarde ndryshme për kundërshtarët e tij si rastin e Berishës. Për 2 ditë shkoi kërkesa në Këshillin e Imuniteteve. Për rastin e Ametajt, që ishte i veti, ka përdorur standarde ndryshme për rastin e Alçi Bllakos, që ishte deputeti i Partisë Socialiste në vitin 2022, dhe do heqet nga mandati deputetit. Pyetja që i bëra unë Klosit është pse këtë rast ndryshon nga rastet e tjera. Pse ka ndryshuar. Tani, po them që është fajsi. Unë mendoj kjo. Fajsi nuk akuzojmë Kjo situatë është një situatë shumë e vështirë. Është një lloj regresi shumë i madh për sa i përket mazhorancës në marrëdhëniet me drejtsinë. Dhe kjo nuk është vetëm për shkak se ne po shqetësohemi që mazhoranca sot po kërkon ta kapi drejtsinë, por kostoja e kësaj situate pritet jetë shumë e madhe për vetë Shqipërinë. Dhe mendoj domethënë që gjitha këto premtimet se në 2030 në Shqipëria do të jetë antar e Bashkimit Evropian, domethënë janë sot shumë të rrezikuara nga fakti se si drejtësia po mundohet, domethënë se si po krijohen barriera. Unë ti thua për një emër ne rrezikojmë integrimin. Me sa duket, unë nuk mendoj që është për një emër në fakt. Unë mendoj që është edhe vetë për kryeministin Rama, sepse kryeministi Rama po shikon. Okej, po Rama po shikon që spaku i ka shkuar tek dera e zyrës. Sepse pezullimi... Te dere ka shkuar, nuk e dim brënda, po gjithsesi kjo është një alarm. Dhe Rama tani po mundohet që ato të çarat që po shikon në legjislacion, që spaku po i shkon përballë, ti mbylli. Dhe në fakt, kjo është një lloj regresi shumë i madh, po ngre mure imuniteti, në një kohë kur Shqipëria edhe në vitin 2012 e ka liberalizuar çështjen e imunitetit. Duhet mbani mend që edhe për të nisur një hetim ndaj deputetëve kërkohej aprovimi i parlamentit. Dhe në atë kohë, si Berisha që ishte në mazhorancë edhe Rama në opozitë, e liberalizuan imunitetin dhe vendosën për deputetët vetëm në rastet e arrestit shtëpisë apo të arrestit me burge dhe në lidhje me kontrolin e shtëpisë. Ne tani po bëjmë hapa mbrapa. Jo vetëm që nuk po e lëshojmë mandatin për deputetët, po i kërkojmë antarëve të Këshillit të ministrave imunitete të shtuara. Dhe kjo është absolutisht një lajm shumë i keq për Shqipërinë. Fevzi, tani nga qëndrimet e dëgjuar, sidomos nga... Bëj konkluzionet i çështë qëndrimi jot, se këtë ke zakon. Si shtanë të gjithë thua ne kemi drejt. Unë mbaj qëndrimin tim. Jo, për atë pjesën e pezullimit ram gjithë dakord, që s'duhet ndodhë. Kurse, përsa i përket atyre që ta zoti Hoxha sidomos, që përvajson më shumë kampin opozitar, realisht më vjen keq që ka një, le të themi, një karikim të panevojshëm, edhe mendojnë se do e vi fitoria, më falë tani, se kam e ty, po opozitarët që... Do vi fitoria kampit opozitar nëpërmjet atyre që po bën drejtësiare. Kjo nuk qëndron pra. Ne mendojmë se përkundrazi, ato që kemi bërë me drejtësinë e re, na dhanë mandatin ton të 4. Biles unë kam frikë se keni kap dhe shumë nga ta. Dhe ajo që thamë para pak, pra që duke lidhur rastin e zëvendës kryeministrës me rastin e pezullimit, e quani si përplasje me drejtësinë e re. Nuk është fare kështu pra, dhe këto doja të sqaroja që në fillim. Rasti pezullimit është një diskutim tjetër. A ka të drejtë kushtetuese pezullimi? Po, jo. Dhe besoj që përgjigja është jo. Edhe pse nuk kemi vendim të fundit, pse ashtu që tha dhe tani korrekt, të tërë antarët e gjykatës me qëndrimet e tyre thonë që ky është një problem institucional që duhet zgjidhur me ndryrë ligj, por në rastin parimor, se këtu po flasim për korrupsionin. Dhe nëse kemi ne dhe kemi arritur diçka me spakut, është besimi i qytetarëve. Pra njerëzit besojnë 80-85% që spaku po vepron kundra korrupsionit. Dhe duke lidhur këtë rastin e korrupsionit pastaj me pjesën e pezullimit, kërkoni që të krijon një kredibilitet politik. Por ama pezullimi është komplet gjë tjetër. Mendojeni hipotetikisht.
si kur një influencë që s'ka lidhe me korupcionin, ka influencë me, nuk e di me qfarë. Po, një rast, një sekundë të mbaroj. E dini si do bëhet amendimi ligjor? E dini si do bëhet amendimi ligjor? Në rast se kemi një influencë ekstra. E dini si do bëhet amendimi ligjor? Një influencë e armiqve të Shqipërisë. Nuk e di se kush. Ndikojnë që të kemi një vendimarrje për pezullimin e kryeministrit apo të presidentit të Republikës. Pra që s'ka lidhe me korupcionin fare, por ama një gjykat X dhe një prokuror Y marrë një vendim të ndikuar nga një gjë që s'ka lidhe me korupcion. Do themi po, jemi dakord me pezullimin, pra ajo për cilën ne jemi mbledhur këtu dhe po diskutojmë, është pjesa e pezullimit. Nuk do të pranoja në asnjë rast. Si do e bëni amendimin ligjor? Nuk do të pranoja, s'u ka pranuar, siç nuk ka pranuar asnjë antar i Partisë Socialiste. Të dalit flasi për një çështje. Edhe këtu tani doni ta ngatroni, po ne s'ngatrohemi. Pra që pse thatë kështu për një rast, se s'po i kërkojmë ne ato. S'po i kërkojmë as pezullimin, as imunitetin. Për rastin konkret. E kërkon prokuroria. Por ajo që ne kërkojmë, po dakord, pra mos e ngatroni rastin. Po flasim për pezullimin. Iku pezullimin tani, pezullimin e vendosin gjykata. Si tabu, a do të jetë tabu? Pezullimi i një funksionarit të lartë në nivelin për cilën po flasim pra të deleguar, të votuar nga parlamentet dhe që nuk e delegojnë dot funksionet tyre. Dhe po flasim pasaj për rastet e organet e drejtësisë. Në asnjë rast ne nuk kemi dalë për të gjykuar rastet konkrete. Tash prap jam këtu për të folur për këtë pjesë që ka të bëjë me procesin e pezullimit. Që duhet jemi koshent në një gjë dhe të jemi të vërtet me opinionin publik. Nuk quhet sukses arrestimi një zyrtari. Sukses quhet dënimi në shkallën e fundit. Jo pra sepse këtu është bërë gjithçka te arresti. Ka ngel gjithçka arrest. Duket sikur mjafton të arrestohet ai dhe pikërisht. Dhe kjo ka bërë që dhe organet e drejtësisë të orientohen drejt fitoreve të shpejta. Që do thot kapin, fusin në burg, bëjnë hetime, zgjasin 2 vjet, 3 vjet, shkelen standarde, shkelen procedurat dhe ndërkohë në fund fare nuk kapen as parat që dyshoj që janë vjedhë, se janë gjendur as parat, nuk kapen as ato që kanë qenë akuzat fillestare, që do thot, kjo mendësi duhet të ndryshojë, apo jo. Duhet shkojmë te standardi, pra ti hetoje, gjykoje dhe në fund dënoje, dhe arrestoje gjitha gjërat bashkë. Por nuk është se ndikon, në Bashkimin Evropian do ndikoj një emër. Nuk besoj që na çon një emër ose na kthen pas. Drejtësia ka shumë probleme, po nuk e ka SPAK-u dhe GKK-ja. Pavarësisht kritikave që mund të kemi te standardet. Problemi i drejtësisë është çështjet e pronave, është çështjet e tjera që të shkojnë 15 vite që the ti. Unë po shkoj një raport të SBS në vitin 2009 dhe ishte mesatarja 6 muaj deri në 1 vit që ti të mbyllje gjithë procesin gjyqësor. Ka vajtur 15 vite. Ky është problemi kryesor. Nuk është SPAK dhe GKK-ja. Dhe nëse ka një gjë që na penalizon në BE është kjo dhe mos diskutimi dhe mos marrja me të punë. Por ka një gjë, dhe SPAK-u dhe GKK-ja që quhen qershia e mbitorët e gjithë drejtësisë së re, duhet të merren edhe me çështjen e standardeve, sepse ka një gjë, telefonat, ka padur shumë probleme dhe pjesa e arrestimit. Sot kaloi për gjykim çështja e zotit Velie, 1 vit në burg. Tani ka dhe përgjegjësi drejtësia e re sepse shumë e paguar. Ka dhe përgjegjësi standardesh? Se ka njerëz fut në burg, po pasojat s'po hy fare individëve. Standardet i vendosen drejtësisë me ligj. Jo pra, i ka standarde, po duhet t'i zbatojë. Sepse nuk fliter për këtë pjesë. Jo, por nëse i lihet afat një vit mbash dikë, 1 vit në burg edhe pastaj ta kalosh për gjykim, dhe kjo nuk shkon apo jo. Një fjali para mbylljes mire, një fjali. Një gjë ka rënë në sy që është e dukshme vare. Armata e adhuruesve të SPAK-ut është reduktuar në as 10 veta gjithsej në mjedisin politiko-mediatik. Ku është armata e adhuruesve jo, më është e madhe, është pra. Ku ka ikur? Ka, po pra, 1, 2, Klodi Lala, Glidion, ku diur, janë një 10. Ku është armata e madhe për krasëve të SPAK-ut? Ku është duk? Ti kërkon që ti bëjmë më mirë. Ja, një që ka dezertuar. Ti kërkon që ti gjërat më mirë, po ti ke qenë edhe Kloze ka qenë. Duhet sqaroj diçka. Ti pse ke dezertuar? Ai ka qenë dashnorët për të gjitha. Ai ka qenë dashnorët. Duhet sqaroj diçka në lidhje me integrimin evropian. Ku ka ikur armata? Ka një keq kuptim në lidhje me integrimin evropian. Raporti i progresit i Bashkimit Evropian dhe vlerësimi i BE-t Shqipërisë nuk varet nga SPAK-u. Rasti i zonjës Balluku ka të bëjë me korrupsionin dhe shtetin së drejtës. Pra SPAK-u është një instrument për korrupsionin dhe shtetin së drejtës. Dhe korrupsioni dhe shteti së drejtës jo vetëm është element themelor, por është diçka e cila është monitorim deri në fund. Është kapitulli i parë që edhe po ta mbyllësh, nuk mbyllet asnjëherë, do kalojnë të gjitha negociatat e prapë do t'i rikthehen kësaj gjëje. Pra, çështja e zonjës Balluku është tmerrësisht e rëndësishme
për të dhënë sinjal se si sillet qeveria shqiptare në lidhje me korrupsionin dhe me barazim paradiksit. Jo, prit, me gjithë... Jo, s'jam dakord. Se ka me detyrim ligjor të bëjmë çdo kërkesë që vjen nga drejtësia. Unë them se ç'a bën se si person... Edhe një herë. I takon asaj ta vendosë. Natyrisht nuk e ka, po pastaj do themi... Edhe një herë. Once upon a time the integration. Unë kam mendimin tim. Unë po them se si vlerëson BE-ja. BE-ja vlerëson luftën kundër korrupsionit, korrupsionin në nivele të larta, administratën publike, barazim para ligjit, drejtësinë, e para. E dyta është që, me gjëra fjala, ka pasur një mbledhje Bashkimi Evropian ndërqeveritare, në mes të shkurtit, në fund shkurtit, ku do lavdërohet Shqipëria se kishte miratuar ca ligje, ligjin në dekriminalizimin e shpifjes, si su bë tamam, ca ligje tjera, dhe ishte parashikuar që do bëhesh për ta lavdëruar Shqipërinë, kjo mbledhje është anuluar. Dhe sot që ne flasim, për shkak të këtij konflikti midis shumicës dhe SPAK-ut, dhe për shkak të qëndrimeve të shumicës dhe të kryeministrit, procesi i integrimit është bërë i qartë Shqipërisë që nuk mund vazhdoj përpara. Jo, më këto e gabim. Se kam, nuk e kam këtë informacion. Jo, ta themun, s'ka gjë, ta themun. Ke qeveri, ke disa që... Dakor. Më lërë të mbaroj unë dhe kundështohet. Na ishte një herë integrim. Na ishte një herë integrim. Barova, ke dy qeveri, ke disa qeveri të BE-s, të cilat e kanë bërë çështjen Balluku, e kanë bërë çështje themelore për procesin e integrimit të Shqipërisë. Ti thot zoti Fevzi. Mjafton Gjermania? SPAK-u dhe një sekond. SPAK-u ka pasur dhe ka gjithmonë mbështetjen e ndërkombëtarëve pa ekivok. Ne jemi këtu prezent. Edhe të amerikanëve? Edhe të amerikanëve. Madje janë këta të Bashkimit Evropian që po parakalojnë dhe po janë krahas amerikanëve këto kohë të fundit, se fillimisht ishin amerikanët, më pas britanikët dhe tani nuk e di pse ka hyrë BE-ja shumë fuqishëm në mbrojtje. Nëse do të filloj një raport i ngrirë mes pushteteve dhe SPAK-ut, mendoj që është një lojë që po jepet play, por askush nuk e di më... Si? Sa i ka vlejtur komunitetin ndërkombëtar bërja e SPAK-ut? Në shifra? Se kam iden. Shumë. Sa ka kushtuar? 300-400 milion minimalisht. 300-400 milion. Në raporte vlerësohet si pasaporta kryesore. Në raporte njerëzore dhe në investim të tyre. Investim pyeta, po. Ndaj, në qoftë se një ingranazhit të një raportit jo të mirë me SPAK-un, i jepet play, siç e thash, kam iden që ingranazhit do dalë jashtë kontrollit. Sado të pushtetshëm të jenë palët përballë SPAK-ut, nuk kam përballë ata 20 prokuror të cilët i përgjojnë si përgjojnë, ju kam pikat e dopta, një ditë mund t'ju nxjerrë një dosje apo tjetër ne nuk e dim, kanë përpara një investim të tillë kapital të ndërkombëtarëve këtu. Ata dhe nuk po i përgjojnë, vetëm ju marrin telefonin. Kështu që mendoj që këto raporte janë të kujdesshme pikërisht për këtë, që loja nuk parashikohet kur niset në raporte të tilla me ndërkombëtarët pas. Dhe këtë dy rasti vetëm Glob që i kapin vetëm me telefon. As përgjim, as gjefare, marrë telefonin, dalin gjitha këtë telefoni. Tani po i ndrojnë mirë mja. Që kanë të bëjmë me Bashkimin Evropian dhe përpjekjet e Shqipërisë me integrim. Deri tani, faktet flasin për një raport të shkëlqyer të bashkëpunimit ndërmjet institucioneve shqiptare dhe institucioneve të Bashkimit Evropian për progresin e jashtëzakonshëm në të gjitha fushat. Dhe kemi vetëm pozitivitet në këtë aspekt. Dhe vazhdojmë të jemi konsekuent në të gjithë përpjekjen tonë titanike, që ky proces të ecë sa më shumë përpara. Pra dhe unë më vjen keq, edhe shprehemi i ndinjuar që ne kemi prononcime cilat qëndrojnë mbi dëgjesa, mbi dëshira, mbi ndjesira. Zoti Krishbaum, sekretari i shtetit, ishte në Tiranë me urgjencë, ishte ministri, mbas 3 javësh të erdhi zënësi ministrit. Se erdhën brenda 3 javësh dy drejtuesi më të lartë të Ministrisë së Jashtme gjermane. Ka një shqetësim real. Dalin takojnë SPAK-un. Ka një shqetësim real. Kanë bërë deklarata publike. Bashkohemi të gjithë që raporti me drejtësinë ka qenë, është dhe do të jetë me drejtësinë e re, arma jo në suksesit për gjithë ato që kemi bërë dhe për të Suksese. Atëherë unë falenderoj 6 ftuar të dyta publicitare në pjesën e 3, thash Ana Kaçinari, një pianiste që është ngjitur 5 vjet në skenë, vajza e kompozitorit njohur Alfred Kaçinari, ka pasur një koncert shoqëruar nga orkestra RTS-s. Ndiqeni në një reportazh përgatitur nga gazetarja Sibora Bitri.
Në fakt, siç mund ta kuptoni edhe nga melodia që sapo doli, unë nuk ja kam haberin fare pianos, duhet të ndryshoj vendin, sepse përballë meje do të kem pianisten Ana Kaçinari, e cila ka një koncert të saj recital në bashkëpunim me Orkestrën Simfonike të Radio Televizionit Shqiptar. Ana, përshëndetje. Përshëndetje. Ana, koncert të recital, po nuk është i pari joti, apo jo? Jo. Po, çdo koncert ka emocionet e veta si për herë të parë? I ka, është e vërtet. Unë mendoj se nuk mësohesh ndonjëherë me skenën atë sigurisht që të mos të ndjesh emocionin. Sigurisht, duke kaluar koha, eksperienca bën vetëm, mund të ndjehesh të rritet vetë besimi edhe të gjitha, por ama rritet dhe përgjegjësia. Dhe për këtë arsye, mendoj që deri diku emocionet dhe mund të rriten për të dhënë më të mirën tënde, sepse dhe pritshmëritë nga vetja rriten, kështu që shkon sinkrone gjitha. I stati koncert recital është ky? Jemi recital, nuk e di shumë, por me radion është i 4-ti që bëj. I 4-ti. Bashkëpunimi i 4-ti. Çka ke zgjedhur këtë herë? Këtë herë kam zgjedhur të luaj nga Gershwin, Rapsodin Blu. është një vepër që më pëlqen shumë sepse gjej veten deri diku për vetë atë urën lidhse që u mundua Gershwin të bënte me publikun e gjerë, solli për herë të parë në muzikë klasike të mirëfillt ritmet jazz, ritmet të jetës urbane të New Yorku të viteve 20, dhe kjo e bën, edhe pse kanë kaluar 102 vjet që nga krijimi i kësaj vepre, e bën ende të ndjetë shumë e freskët dhe shumë moderne. Si ja bën që me muzikën tënde klasike të bësh bashk shumë adhurues të kësaj muzike, po jo vetëm. Edhe ata që janë për herë të parë, ose atyre të cilëve ti juaj imponon me lezet. Po, ç'është e vërteta, kam kohë, po themi, që mundohem në këtë drejtim, edhe pse ndoshta shpesh herë detyrohem të lë më njam pak atë ambicien apo egon time profesionale për të treguar se çfarë mund të bëj, sepse mendoj që atë çfarë duhet të demonstrojmë apo të japim për publikun, të kemi mundësi ta çojmë deri tek publiku, sepse vetë muzika klasike kërkon një publik elit, e ka shumë të zgjedhur publikun i cili është i kultivuar për të ndjekur një muzikë të tillë, kështu që shumë herë mund të shikoni dhe videot mia në YouTube apo Instagram që mundohem të sjell ndoshta edhe melodi të njohura për publikun në instrumente klasik siç është piano, në muzikë klasike, që ti tërheq pak apo të duket pak më e prekshme për publikun e gjerë muzikën. Ti nuk e rastisht tu, apo jo? Ti ke që në moshën 5 vjeçare që ti merr luan piano. Mendoj që është shkruar fati. Jo, unë do të them që pastaj darda bie në ndard, sepse që ta dini ju, Ana është motra e Gjergjit dhe vajza e Alfredit. Tani unë po i referohem me emra kështu, sepse mbiemri Kaçinari i tregon të gjitha, dhe kot nuk thash darda bie në ndard. Tani më thuaj pak, si e ke këtë historinë e familjes? Do thonë ti çdo herë që ke mundësi ti e shfaq, e tregon apo ndonjëherë bësh pak më turpshme? Qa peshe ka mbi emri? Ka më tepër sepse njerëzit të krijojnë një lloj pritshmërie kur ti i thua, ose bie rasti që më prezantojnë, sepse unë vetë jam pak natyrë më e tërhequr dhe nuk është se e kam përdorur përveç rrethit tonë që janë artistë dhe normalisht njihemi me njëri tjetrin, por presin më tepër kur e marrin vesh që kam një të kaluar, kam një familje që është marrë me këtë gjë, kështu që është përgjegjësi shumë e madhe, se normalisht do detyrohesh që të kërkosh dhe më shumë nga vetja gjithmonë. Në koncertet e tua recitale, familja është gjithmonë aty apo jo? Është, po. Ke një ritual tëndin, një njeri tëndin, një diçka që ti e bën përpara se të ulesh në karrige dhe të nisësh të biesh piano? Faktikisht, nuk e di pse kam një lloj heshtje përpara koncertit. Nuk dua të flas me njëri. Si meditim? Po, më përpara se nuk e dinim këtë termin, nuk e përdornim dhe thoja, unë dua të ri vetëm dhe kaq. Tani e kuptoj që ndoshta është një lloj meditimi, dua të kaloj kohë vetëm. Kam një lloj frymëzimi, atë ri perceptoj çfarë do të bëj, apo kaloj me mendje pjesën që do të luaj, edhe pastaj patjetër që ajo fati apo energjia më e mirë që ndjesh nga familja ime, nga mamim që ka qenë pranë me që e vogël në çdo koncert dhe çdo konkurs timi, edhe nga artistarët e tjerë.
edhe nga pjesëtarët e tjerë. Më thuaj pak shoqëria jote. Rreti ngusht është, domethënë, edhe puna ju lidh bashkë apo ka dhe nga ata që meqense kemi anën shoqe, ne do shkojmë ta ndjekim koncertin ose do shkojmë të ndjekim këtë lloj muzike ose do shkojmë në filan shtet për të ndjekur të tillë koncert e tjerë e tjerë. Kam ndjer një dashuri shumë të madhe, një interes shumë të madh, sidomos këtë herë të koncertin tim këtë të fundit. Një interes shumë të madh nga publiku që dhe nuk I njihja për të ardhur, për të qenë prezent, ishte gjë shumë e bukur, se sigurisht nga shoqëria me e pres që të vinë, po kur shikon që janë njerëz që nuk kanë lidhje me këtë gjë, ose popull, si thua, që nuk janë artistë, janë thjesht ardashës, dhe kanë një interes e vlerëson atë gjë dhe mendoj se kam bërë diçka të mirë në këtë drejtim, dhe më thënë dhe me ato bulzet e mia të kontributin tim, qofse quajmë kështu modestisht, kam bërë diçka që I kam tërhequr për të ardhur edhe për të parë muzikë klasike. Tani unë I hodha një sy Instagramit tënd, kam kohë që I hedh një sy në fakt. Edhe kur të shoh shumë pamje të parë, një gocë me piercing, me tatuazhe, me thënë të drejtë mua nuk më vajti mendja që direkt kjo goca do jetë pianiste. Mendoj profesion tjetër, mund të kishte lidhje me artin, se duke e ke të reflektuar, të rrezatuar këtë pjesë, por nuk mendova piano, domethënë muzikë klasike. Si e ndjen këtë lidhjen mes asaj që shfaq dhe asaj që ti ndjen vetë? Që është e vërteta, muzika klasike është baza e çdo gjëje, muzikës ku ka arritur sot, deri tek rocku, deri tek alternativa, çdo gjë, baza është muzika klasike. Domethënë, ende këngët që krijojnë në ditët e sotme janë me strukturat harmonike të klasikës që është bërë këtu e nuk e di 500 vjet përpara. Domethënë, ka një lidhje shumë të bukur që e ndërthur këtë gjë kaq strikte dhe të vendosur dhe të disiplinuar me realitetin që është në ditët e sotme. Gjithsesi unë si natyrë jam pak komplekse, më pëlqen, nuk e di, të pikturoj, të çdo gjë që ka lidhje me artin e kam provuar. E teston veten dhe në shumë fusha tjera, profile tjera të artit. Por duke qenë që këtu kam bërë dhe atë, si thua, investimin tim më të madh, e kam vazhduar këtë rrugë me shumë dëshirë. Kur pa që ishe pedagoge këtu në Universitetin e Arteve, mendova nëse do të kisha panë rrugë për parë, do thosha kjo është studente, dhe po që studente o do jetë e vitit parë, se s'ka mundësi, po që pedagoge dhe me tituj, kualifikime, profesore asociuar, tash një sekundë se sa vjeç është Ana, moshën nuk e tregojmë, por ideja është që gjithë të kualifikime, si e investuar të kjo pjesë? Që është e vërteta, I kam patur pak të planifikuara, edhe si natyrë jam pak e planifikuar, jam shumë e disiplinuar, ka qenë çdo gjë ndoshta dhe e mbivendosur, domethënë dhe kursin pas universitar, unë e kam nisur para se të mbaroj universitetin, sepse nuk më kërkuan dokumenta direkt, ishte privat, edhe dua të them që e kam bërë çdo hallk në momentin e duhur, nuk kam humbur asnjë moment. Kjo më ka bërë pak të them të drejtën që të kem një mbingarkesë, por tani që kam arritur këtu ku jam e lumtur me kohën që kam tani në dispozicion për të shijuar çfarë kam mundësi. Ne kemi ardhur në prova gjenerale. Shfaqja fillon, ndërkohë më thuaj pak kush është një mesazh, po them, që mund t'i drejtohesh të gjithë, jo thjesht për këtë koncert recital, por në tërësi për të përqafuar edhe më tej muzikën klasike. Për njerëzit që ata që ndjekin s'ka nevojë se e dim vetë kush është gjë e mirë që I ngjit. Po për ata që mund ta përqafojnë për herë të parë, për shembull për të rinjt. Se unë me këtë pjesën e pedagogës disha të lidhja në fakt që a ka si duket pjesa e studentëve, e duan muzikën klasike, a ka kërkesa për studentë të tillë, janë prindrit ata që investojnë që në fillim. Këtë më thuaj pastaj dalim tek mesazhet. Është faktikisht është për të ardhur keq sepse çdo vit që kalon dhe ndjehet një lloj rënje e interesit ndaj të rive, qoftë edhe ndaj Universitetit të Arteve. Ndoshta ka të bëjë me mundësitë e punësimit, ndoshta ka të bëjë me terrenin që është këtu, që ndoshta nuk është aq I larmishëm sa për të gjetur të gjithë veten. Faktikisht në Universitetin e Arteve janë hapur dhe deg pak më të kohës, si që është dega jazz, apo tani do të hapet dhe deg tjetër, që do të thotë që nuk detyrimisht nëse ti vjen këtu, ti do të vazhdosh për një muzikë të mirëfillt klasike dhe ti ke mundësi që dhe atë çfarë e bëjnë, po themin në për klube apo në për koncerte larte, po ti mundet edhe të diplomohesh për këtë gjë dhe ta bësh ashtu siç duhet. Do të thonë kjo ndoshta do të ishte një thirrje që do të kisha për të gjithë ata që kanë talente dhe mbarojnë shkollat e mesme për muzikë, që ta çojnë
këtë gjë deri në fund, sepse gjithmonë do të ekzistoj arti dhe muzika, dhe nuk është diçka që është e kohës, edhe ti nuk po gjen terren, edhe unë kam besim që dhe vendi jon do të krijojë më tepër hapësira për artistët e rinj. Pastaj për sa i përket publikut, do të doja që ta provonin, të kultivonin veshin atyre muzikor, sepse në momenti që ti nuk e kontakt me diçka e ke të re, nuk mundesh se si ta shijosh apo ta pëlqesh. Ndoshta një thirrje me që po m'jepet rasti dhe për televizionet, pse jo, që një hapësirë t'ja dedikojnë dhe muzikës klasike në mënyrë që të kultivojnë pak veshin e publikut. Dhe tani, zonja dhe zotrinj, për ju luan në piano Ana Kaçinari.